Kemi luftuar gjithë këto vite për barazinë mes grave dhe burrave dhe jemi shumë të lumtura në fakt ne si gra që shumë gjëra po plotësohen edhe gradualisht njerëzit, shoqëritë po emancipohen edhe me forcën e gruas, të ndërkohë edhe gratë, si thua, tashmë janë më të lira në shumë vende të botës, në të gjitha që të bëjnë karrierën që duan, të bëjnë zgjedhjet që duan. Por ka edhe një anë të errët, do thoja unë, të kësaj pjese që është, nëse dikur ne ankoheshim se ishim të mbajtura, tani ka shumë gra që po mbajnë të gjithë shtëpinë. Dhe kur them të gjithë shtëpinë, realisht jo vetëm financiarisht, por e mbajnë atë edhe me detyrat e përditshme që kanë pas gratë historikisht. Unë Jona këtë temë kam shumë për zemër dhe po mendoja sa po bëja një llogaritje të gjithë njerëzve që njoh, të gjithë grave që kam rrotull meja. Dhe sipas llogaritjes sime, të shoqeve, të familjarëve, të grave me të cilat punoj, 90% e tyre mbajnë veten totalisht. Pra, në 90% ato që janë në familje bëjnë më shumë lek se burrat e tyre. E kam kryesisht për gratë të cilat kanë biznese, të cilat unë i frekuentoj, qoftë dyqane, biznese parukerie, pra çdo gjë. Ato mbajnë. Edhe sot që isha në parukeri dhe po e diskutoja këtë temë dhe madje tha njëra që unë nuk doja të festoja 8 marsin sepse thash kjo është ditë grash dhe unë jam burr. Sepse mbajta praktikisht familjen. Kështu që tema diskutimi i grave breadwinners, i grave që fitojnë më shumë lek, është bërë një diskutim shumë i madh dhe tani madje ekziston dhe një teori që unë nuk do t'i futem thellë, sepse dhe ajo është teori që duhet t'i futesh thellë me fakte, me statistika, por ekziston një teori shumë interesante që thotë ekonomistë botëror interesojnë gratë barazia gjinore, sepse gratë punojnë, paguajnë më pak dhe janë më të qëndrueshme në punë. Përpos që mbajnë dhe familjen. Kështu që kjo lloj lëvizje që është bërë për të mirën tonë, ka teori që thonë është edhe e induktuar nga forca madhore, nuk e di kush janë këto amazonët e shoqërisë, por që kapitalizmi, pra si thuash edhe një dëshirë shumë praktike kapitalizmit që ti heq të gjithë gratë nga shtëpia, ti fus në forcë pune sepse ato janë të tilla. Dhe në fakt gratë vazhdojnë paguhen më pak, por që paguhen. Edhe pse paguhen më pak se burrat, shumë gra tani po e shohin veten si gra që mbajnë shtëpitë. Mbajnë çdo gjë. Efekti duket tek marrëdhëniet. Te Fuqizimit të grave. Ose lirisë që ato kanë marrë edhe jashtë shtëpisë ose e kanë zgjeruar zonën e tyre të veprimit nga shtëpia dhe në punë. Por kjo jep disa efekte dhe në marrëdhënie. Për të cilat ne do flasim sot edhe kam disa statistika që janë në fakt goxha dramatike për ndikimin e ekonomisë, ndikimin e fuqizimit të gruas financiarisht edhe në martesë, ndërkohë sot kemi 3 histori të lënë pamend, domethënë edhe me gjithë ato sakrificat që kanë bërë gratë. E para është si për Marsi që prej 4 vitesh mban gjithçka dhe ndërkohë burri nuk punon fare. Historia e dytë është një martesë 25 vjeçare ku gruaja ka mbajtur të gjithë familjen, të gjitha aspektet dhe burri që ka një punë 8-4 ka mbajtur vetëm veten e tij dhe nuk do të kontribuoj fare në familje. Dhe historia e tretë është një histori goxha e rëndë, por që gruaja ka filluar që ta shoh ndryshe. Tani ajo punon 4 punë dhe thot unë nuk ndihem më grua, ndihem bankomat, mban të shoqin, mban edhe familjen e vet. Asnjë fustan thot nuk blej për veten. Edhe kjo është histori e shumë grave në fakt. Mandi kalojnë, ka dhe studime të tilla që gratë nuk blejnë dot më asgjë për veten sepse i përkushtohen totalisht familjes. Nuk e di çfarë po ndodh dhe nuk e di se ku do shkojmë dhe çfarë pasojash ka kjo. Nga një anë shiqyr që punojmë, nga ana tjetër se nuk po bashkëpunojmë dot me bashkëshortët. Kemi Anisën, është historia e parë. Anisa është 31 vjeç si për Marse dhe që mban çdo gjë vetëm. I shoqi nisi me dashuri, një histori dashurie e bukur me 2-3 vjet diferencë, si fillim ishin të dy të 20-tat, nuk kishin bërë llogaritje financash, siç nuk bëjnë dhe shumë çifte që njihen në të 20-tat. Dhe pastaj filloi që ajo punonte, ai u tërhoq, ai ishte i motivuar në fillim, pastaj la pas dore, u tërhoq nga puna dhe arritu dhe në kriza ku nuk kishin lek as për autobus. Domethënë në ca momente. Edhe kjo dhe biznesi nuk është i lehtë, se kur thua ke biznes nuk janë milioner, me shpesh të dalin aq sa për të mbajtur stafin dhe një gjë e vogël për vete. Dhe kështu që është një përpjekje të vazhdueshme. Anisa? Po, siç e përmende, kjo historia jonë vazhdon prej disa vitesh tashmë. Nuk ishte ky plani jonë se si do ta ndërtonim jetën bashkëshortore, familjare. Unë bashkëshortin
me cilin jam martuar, nuk është se e njofta për pak kohë edhe pastaj ne u hodhëm direkt në martesë. Unë e njoh që kur kam qenë 20 vjeç, edhe deri 28, që kam qenë unë 28 e ai në atë kohë 32. Gjithkohës kemi punuar të dy, herë nga një punë, herë një punë po me kohë të zgjatura, dhe ai ka qenë shumë i zoti në punët që bënte. Mësonte shumë shpejt dhe pastaj ngjiste ato shkallët e karrierës, kalonte gjithmonë në një pozicion më të lartë vazhdimisht. Dhe nuk ka qenë ndonjëherë fare as në back of my mind, në mendjen time që do përfundonte kështu. Që tani ai nuk bën më asnjë gjë. Absolutisht asnjë veprimtari që mund të sjellë të ardhura për familjen tonë. Pra, unë një hotbar student, padyshim që në fillim është e justifikuar në lloj mënyre që mos bësh të muhabete, sepse është ajo pjesa e dashurisë. Pastaj të dy ishit në punë dhe ai, siç thua ti, ka qenë paq i përkushtuar mbas punës dhe i zoti. Dhe i zoti dhe më i zoti se mua, sepse ne të dy kemi pasur punëra në pozicione shitje, sales. High ticket sales. Edhe ai ka qenë shumë i zoti, madje dhe trajnonte të tjerët për këto negociatat, negotiation skills, ka qenë shumë i zoti. Dhe në 2022-shin, me disa kursime, kishim në objektivat tona që të blenim një shtëpi, të cilën me kredi, arritëm të mblidhim këstin e parë të kreditës, 25% dhe të gjitha paratë që duheshin për procedura ligjore, noter, real estate, të gjitha. Dhe 2 javë para se ne të hynim në shtëpinë e re, ai vendosi që të tërhiqeshe nga puna, kishte një punë me goxha presion në atë kohë dhe tha që unë dua të bëj diçka remote nga shtëpia, që ka të bëjë me këto marketingu digital. Dhe thash, okay, më duk pak në momenti jo i dur në atë moment, sepse ne të gjithë lekët çfarë kishim i shkrim për të marrë shtëpinë që morëm. Si mendon ti, si erdhi kjo thirrje? Duke qenë se ai që nga ju të dy që jeni edhe në shitje, pra e kuptoni shumë mirë dhe vlerën e lekut dhe vlerën edhe emergjencën e të mos pasurit lek, se shitjet atë kanë, pra duhet jetojnë në emergjencë. Tash në këtë moment që ishte një moment emergjence, sepse ju kishte paguar kredin, çdo gjë që kishit dhe kishit lënë. Pse mendoj se pikërisht në këtë moment ai u nxit që të shkëpuste marrëdhëniet, kishte diçka të sigurt, e kishte të ndërtuar biznesin tjetër? Jo. Nuk kishte asnjë stabilitet ekonomik tek ne. Domethënë, ne ishim në situatë emergjence, por ai puna po punonte nuk është se po ecte shumë mirë me ritme siç kishte qenë, dhe ai mendoi që ishte momenti i duhur për të shkëputur dhe për të punuar nga shtëpia remote, për të krijuar një platformë që ta bënte atë një nomad digital që të jetonte dhe të punonte si të donte. Kjo ishte ideja dhe unë e mbështeta dhe thash, okay, nëse kjo është gjëja që ti do të bësh, nuk do të jesh gjithë jetën i punësuar, edhe pse tani ne akoma të shtëpinë do ta lyejmë, do ta mobilojmë, ishim shumë keq, por nëse kjo është gjëja që do të bësh me idenë që do kalonte disa javë apo maksimumi 2 muaj, edhe ai do stabilizohesh dhe do niste diçka që gjeneronte të ardhura. Por ai vetëm që nuk e bëri këtë, por shumë pozicione të tjera të ngjashme, koordinim, advertisement që mund të bësh me kompani të ndryshme, të gjitha i ka refuzuar dhe pastaj filloi gjithkohës të thoshte që jam i ngarkuar, mua nuk më pëlqen Tirana, do doja të tërhiqesha dhe të jetoja diku në periferi ose në fshat. Kjo jetë nuk është për mua. Anisa, kur ti thoshte të gjitha këto ty, sepse këto nuk kanë lidhje shumë me pjesën e punës. Pra këto ka lidhje ky do diçka e kupton dhe vetë që ky kërkonte diçka tjetër më shumë se sa të gjente një punë përderisa refuzonte. Je ulur e ke bërë ndonjëherë si diskutim këtë pjesën e se çfarë po kërkonte ai realisht, çfarë donte? Kur e pash që pastaj kaluan muaj, u bën vite, që le nuk bëri atë që donte të bënte, por nuk bëri më asgjë tjetër. Dhe situata jonë financiare dhe familjare progresoi, ndryshoi, nuk është se ndetëm gjithmonë ashtu. I thash, okay, nuk bëra atë që doje të bëje, ose ashtu si kishte menduar ti nuk eci, nuk funksionoi, po çfarë do bëjmë tani? What's next? Cili është plani jot tjetër? Asgjë. Zero. Tani, në qoftë se unë e pyes sot atë, pse nuk punon? Çfarë ka? Ke një problem mendor, shëndetit mendor, je në depresion, nuk po gjen dot një punë e cila të përshtatet ty dhe aftësive të tua, ai thjesht nuk e di. Dhe në atë periudhë ai është gjithë ditën në shtëpi. Po, rri gjithë ditën në shtëpi ose shkon në breakdet, praktikon atë sportin e vet që ka qef. Po është hobi, nuk është punë. Qofse nuk është atje, është në shtëpi. Në fillim, në atë periudhë,
unë mendoja, sepse unë kam qenë high ticket sales, përse edhe gjeneroja shumë të ardhura. Kishte muaje që kur ishte high season, që mund të gjeneroja edhe 10.000 euro. Komisione nga shitjet, para 4 vitesh. Edhe mendoja, se dihet rehat, se si të qoftë, faturat nuk ngelen pa paguar, ajo shtëpia që morë me kredi, ajo kredia pra pagueshe nga unë, edhe nuk e ka atë urgjencën për të bërë diçka sa më shpejt, ose për të rishpikur veten. Nuk i pëlqen ai që po bënte diçka tjetër. Por tashmë unë mendoj që ai ka një bllokim ose ka një problem të shëndetit mendor, një depresion apo nuk e di, sepse gjatë këtyre viteve situata ndryshoi, ne u bëm me fëmijë. Dhe siç dihet, shtatzania të detyron të ndalosh në një moment të caktuar dhe mëmësia dhe të mos punosh me fëmijë të rinj, të mos gjenerosh më të fëmijë të ardhura. Dhe në shumë momente ne kemi prekur jo fundin, po grop, minus. As kjo atë nuk e ka shtyr që të kërkoj diçka dhe të bëj diçka. Ka patur momente që unë jam nxehur, jam frustruar, jam ndjerë shfrytzuar. Dhe i kam thënë që, shiko, kjo nuk është e vërtet që ti s'mundesh të punosh, sepse nëse nuk do isha unë, ti sidoqoftë që ran do ta paguaje në një mënyrë apo në një tjetër. Duhet të ushqehesh, të paguaje taksat e makinës. Nëse nuk do isha unë, ti do ta kishe bërë diçka. Do kishe punuar edhe kamariera, apo edhe do shkarkoje një kamion me mallra, do bëje diçka, sepse është e pamundur që ti të jetoje kështu. Por nga që jam unë, edhe që mbuloj edhe atë deficitin tënd, edhe ti nuk bën më asnjë gjë. Por edhe kur gjërat shkuan shumë keq, edhe unë nuk e mbuloja dot më gropën që financiare që krijuan familjen tonë, ai prapë nuk bëri më asnjë gjë. Dhe kjo nuk ngjan fare me djalin që unë martova. Sonila, kur thua asgjë, ai e para sa jeti jashtë sa punon? Se kuptova që ke një biznes tëndin. Pasi ne morëm shtëpinë, ndodhi që unë ngela shtatzan me herë pas asaj. Dhe u shkëputa gjatë shtatzanisë dhe pasi bëra me fëmijë, edhe e vendosa që nuk mundem dot të mbaj të gjithë shtëpinë si e punësuar dhe ato kursime që kisha mbledhur, e vendosa të investoj në një biznes. Tashmë biznesi merr gjithë kohën time dhe kohën që kam të lirë dhe atë që se kam të lirë e shpik. Jam në zyrë edhe vazhdoj që të drejtoj, të paguaj taksa, të bëj intervista, të punësoj njerëz, të bëj deklarime në shtet. Të sjell të ardhura ky biznes? Ka qenë me hapa të vegjël në fillim, sepse është lloj biznesi që duhet të ngresh një reputacion, një lloj kredibiliteti në fillim, të kesh një website të optimizuar, të kesh review nga njerëzit, dhe nuk është se ka qenë që unë hapa këtë biznes dhe pastaj u bëra milionere direkt, të më thënë mbrana nga qielli. Ka qenë me hapa shumë të ngadalë në fillim dhe kam pasur më shumë shpenzime se sa përfitime, për mos të thënë pak ose zero në fillim. Tashmë është çështje javësh ose muajsh që sepse është dhe high season në këtë periudhë që gjeneroj mjaftueshëm të ardhura sa për mos qenë në alarm. Po nuk mund të them që tashmë e kam në Terezi. Po bashkëshorti kujdeset për shtëpinë? Le të themi që ai është një burrë që rrin në shtëpi tani, siç mund ishte një grua. E bën atë rolin e shtëpisë ndërkohë që ti je në biznes gjithkohës? Ai përpiqet të bëjë sa më shumë dhe sa më mirë që ai di, por unë nuk dua që ai të bëhet zonja e shtëpisë tonë. Sidoqoftë unë i lë atij kohë që të mendohet, të krijoj një ide biznesi, të bëj diçka tjetër përpos të larit pjatave dhe të vendosurit lavatriçeve. Mundohem gjithsesi të bëj një pjesë të punëve të shtëpisë vet, sepse nuk dua që ai të ndihet si inferior, domethënë po i bëj punë të shtëpisë se jam në punë. Prapa i bën ai sa do të bëjë një burr tjetër. Nga e diti që ai do ndihet inferior. Sa e sigurt je ti që kjo që mendon ti është dhe mendimi i tij. Dhe mund mos jetë mendimi që ai thjesht do të rrinë shtëpi dhe të kujdeset për fëmijën dhe i pëlqen. Nëse ai po kujdeset për shtëpinë siç ti the. Ai kujdesin për shtëpinë e bën mirë, madje është baba më i mirë për fëmijën se që jam unë nënë e mirë. Por kjo objektivisht, jo sepse ai ka më shumë kohë. Objektivisht është një prind shumë i mirë. Për shembull, nëse të dielën jemi të dy pushim, asnjëri nuk ka asnjë punë, ai ka më shumë durim, i mëson më shumë gjëra, i flet më shumë. Po nga e di ti që kjo e zburon që je bërë ti burri i shtëpisë. Jo, ai mund ta thot, po nga e di ti që ai ndihet keq. Që e bën këtë. Pra nëse ai po ta thon ndryshe, në rast se ai do ishte grua dhe do kishte këto shenja, do të bënte përshtypje ty një grua që do të rinë në shtëpi, nuk ka dëshirë të punojë, ka dëshirë të rritë dhe të kujdeset për familjen. Do të bënte përshtypje ty kjo narrativ po ta dëgjoja? Do të bënte më pak përshtypje
Por mua tashmë më bën përshtypje jo sepse ai është burr, por sepse unë e njoh versionin edhe të atij para kësaj periudhe. Nuk ka qenë kështu. Ai ka qenë, ke parasysh, një njerëz shumë i mprehtë në shitje. Gjithkohës në telefon, gjithkohës duke kapur një klient në tjetrin, nga një nën kontraktor te tjetri. Nuk ka qenë kështu. Dhe kjo gjëja ishte nuk e di pse ndodhi. Do të thënë, unë mendoj që ai nuk ndihet mirë të bëhet një zonjë shtëpie tashmë, jo sepse është burr, por sepse duke lidhur me karakterin e tij se si ka qenë më parë. Si ta shpjegon ai këtë moment që po kalon? Ai më thotë që kur unë i them pse nuk fillon një punë, edhe nëse nuk është në fushën tënde, më thotë që unë po fillova një punë, e di që do ngecem aty me vite, dhe kjo është e vërteta. Nëse fillon një punë rri 10 vjet, do të që të bëj diçka time, të jetë diçka që do më jap përfitime për gjithë jetën, nuk dua të jem më një punësuar dhe thjesht dua që kur të nis diçka tjetër ta nis fort dhe të investoj me gjithë atje, por nuk po nis asnjë gjë të tillë, asnjë gjë më pak se kjo. Pjesa e heqjes së përgjegjësisë, pra largimi nga përgjegjësia e partnerit që i ka bërë pjesës ekonomike, ka ndikuar ty në nivel tjetër romantik, pra ka ndikuar dhe në dimensione të tjera të marrëdhënies tuaj. Ka ndikuar, më vjen turp t'ju them prindërve që ai nuk punon dhe që unë e mbaj atë. Është e parë që më po i them dikush që realisht ai nuk punon. Kur më pyesin njerëzit, për shembull prindërit e mi, kam thënë që bën një punë online, ose shoqëria, ose njerëzit e afërt, madje as prindërve ta di. Pse ke frikë që ata ta marrin vesh? Jo, nuk kam frikë, më vjen turp. Kjo është e vërteta, më vjen turp. Pse ke turp? E ke parasysh si i burr që e mban gruaja? Nuk është vetëm që unë mbuloj gjitha shpenzimet e shtëpisë, kredi, qira, ujë, trita, fëmia, smuret, çrohet, gjithçka, edhe gjërat e kujdesit personal të atij, kafe, cigare, gjithçka. Ty të duket sikur atij nuk i bën përshtypje kjo gjë? Këtë nuk e di. Por unë nuk dua që ai edhe në jetën e përditshme, në përditshmëri të varet nga mua. Nuk dua që ai të çohet në mëngjes të më kërkojë mua lekët e paketës cigareve. Nuk dua ta shikoj ashtu. Më duket sikur zvogëlohet si njeri. Po të ardhmen si e shikon ai vet? Me ju ose me veten e vet? I ka pas thënë më përpara që jam lodhur, nuk të mbaj dot më, të lutem bëj vetë diçka, edhe kur situata ka qenë shumë keq. Ka pasur raste që reagon, "Okej, nuk dua më asnjë gjë, as lek për bukë, do bëj si do bëj." Ka pasur raste që reagon, "Okej, ja një ditë do të kthej të gjitha." Ka pasur ditë që thjesht është mërzitur shumë dhe është dashur ditë ta marrë veten. Dhe ma shpif ajo. Nuk dua që, domethënë ma shpif vetja ime si bëhem kur i flas keq. Ka kohë që nuk e pyes më se çfarë do bëj për të ardhmen, sepse ai do thotë diçka evazive të kësaj natyre, dhe të më ngrihen nervat dhe do nxjerr anën time më të keqe. Çfarë i thua ti kur je në anën tënde më të keqe? Nuk të mbaj dot më, po më merret fryma, pse duhet i mbaj unë përgjegjësitë të gjitha? Unë nuk kam rënë dakord me këtë. Ky nuk ka qenë marrëveshja e martesës tonë. Më ke vënë para faktit që unë i kam përgjegjësitë për të gjitha, por unë nuk e kam zgjedhur këtë. Pastaj kur qetësohem, ma shpif ajo që kam thënë, si ja kam thënë. Po përpara se të vinte kjo pjesa e kredisë dhe shumë përgjegjësive tjera ekonomike që juve ju ranë të gjitha bashk, si ishte ai në marrëdhënie më përpara? Ishte ai kontribut të thoje financiarisht? Po. Po, një lloj si mua, pak më i zoti se mua, pak më i shkallët. Nuk qenë asnjëherë një njeri që merr rrogën dhe i prish edhe ble, ku dëgjon gjëra koti, kështu impulsiv, shopping impulsiv, asnjëherë. Të njëjtën gjë, ne ato lekët që bëm për të marrë shtëpinë, atë kështën e parë të kredit, bashkë e mblodhëm. Por e kishte të rëndësishme që të ishte pak më lart se ty në aspekt ekonomik? Jo, fare. Edhe sot ai, përpos faktit që nuk punon, gjithë pjesën tjetër është djali që me cilën jam martuar. Nuk ka as këtë egoizmin pse të bësh ti të kesh biznes, edhe kur më duhet të ndroj 8 aeroporte për 72 orë, është ai që më thotë, "Okej, të çoj unë në aeroport, e mbaj unë vajzën, mos ki merak, se je ti në shtëpi." Ka vetëm diçka që nuk do të përzihet fare me asnjë gjë që ka të bëjë me punën time. Nuk ka ardhur kur tek ku e kam zyrën, nuk ka ardhur kur të takoj në business partnersat që unë kam, apo njerëzit të cilët punojnë me mua, nuk do fare në mënyrë absolute të përzihet me asnjë gjë që ka të bëjë me punën time. Ke ndonjë ide pse? Ai vetë si natyrë është shumë e tërhequr, shumë e rezervuar, dhe atë gjën që hobin që ka është gjëja më vetmitare në botë që mund të bëjë një njeri në nivel sportiv. Çfarë bën? Është një kështu si alpinistët po në det.
Jo, të peshkoj, ka qef të peshkoj. Është nga ato njerëzit që nuk poston asnjëherë nëpër rrjetet sociale, nuk ka asnjë shok, nuk ka patur kurrë asnjë shok. Nuk ka patur kurrë. Domethënë kurrë asnjëherë në jetë. Nuk njeh njëri që të ma prezantoj dhe të më thotë shoku im. Domethënë kështu nuk harxhon, si po thua, edhe stili jetës që ka nuk është se harxhon, që merr lekët edhe del me. Jo, asnjë vesë nuk ka, vetëm ma thuaj edhe një herë, pyetje, ma thuaj edhe një herë, çfarë të bezdis më shumë, pra ai kujdeset për familjen. Po bëj çka avokat në djallit, ai kujdeset për familjen. Nuk të bezdis ty në punën tënde, nuk të merr telefon thot ku je, ku si je. Nuk harxhon jashtë. Të ka kontribuar në fillimet e tua, keni kontribuar të dy dhe ai ka dhënë po aq shumë. Në një moment caktuar ai u lodh dhe nuk donte. Dhe ndoshta ka zgjatur çik si shumë. Ky është diskutim për ta vazhduar pastaj pak me Jonën. Por ty përveç faktit që ç'a shef ti, që pse s'është ai burri si burri Mirës apo i Albanës apo i Dalinës apo i Jonës. Jo, nuk e krahasoj me burrat e tjerë, nuk janë duhet jetë. Pak e bër, shiko, i bie lapsit çdo familje, se ti thej që kjo nuk është martesa. Martesa në thelb, ti jemi sinqert është në të mirë dhe në të keq, apo ja? Unë kam thënë dhe njerë në intervistë me Alketën. Po, që është dhe një gjë tjetër, që duhet japësh 50 dhe 50 jep tjetri. Se si e jep 50 që në tjetri, varet. Jo gjithmonë financiarisht. Ka ca gra që u konvenon që tjetë ashtu, që në qoftë se janë shumë të zonja dhe Zoti i ka dhënë atë, se si që andar njerëz, jo të gjithë bëjnë lidera kompanishtë, jo të gjithë bëjnë pronar. Shumica njerëzve duhet punojnë, disa duhet plugojnë arën, disa duhet shtrojnë rrugët. Pra duhet jenë dhe këta njerëz në botë. Tani, a ke bërë një listë të gjërave që ç'a benefitesh ka mund nga ai dhe ç'a jo benefiti i madh është fakti që ai nuk punon. Duke hequr fakti që s'të pëlqen ty, që ai s'ka që t'i thuash të tjerëve që pra i faktin e imazhit që keti në kokë se si duhet jetë burri. Ç'a benefitesh ke nga ai ti kur e rreshton të tëra? Por patëm ditëlindjen e gocës nuk kishim lek t'i blinim tort. Ai e ka ditur që gjithmonë që kur ishim të rinj që bënim shaka thosha, qofse të gjithë kanë fobi me rimangat, fobia ime më e madhe është varfëria. Dhe ndodhi pikërisht ne që ditën e ditëlindjes të fëmijës ne nuk kishim lek t'i blinim tort. E kemi festuar pa tort. Edhe ti nuk bën asnjë përpjekje më të vogël për ta ndryshuar. Prit që ta ndryshoj unë. Praktikisht po thotë që nuk është martuar me këtë version të partnerit, është martuar me atë të parë, prandaj nuk e pranon dot. Më tha, nuk mund të blija, do të asnjë dhuratë dhe se s'ka kuptim të marrë lekët e tua dhe të blej ty një dhuratë, është shumë weird. Më shkruajti një letër që më groposi fare çfarë kishte shkruar aty. Dhe që atëherë nuk i kam thënë më gjë fare as, se s'punon as, mos punon. Po ç'a kishte kjo letër? Ti je shumë e zonja, ti do e dalësh, unë jam krenar për ty. Më vjen shumë keq që unë nuk jam aq e fortë sa ty. Domethënë më ngrinte mua dhe ulte veten e vet. Dhe ai unë e dija që ai vetë ishte zgënjur nga vetja e vet. Realisht nuk më pëlqen ta shikoj ashtu. Shiko, burrat e lidhin karrierën me vlerën. Të qenë në punë jep një vlerë, kështu e kanë. Se përmes punës plotësojnë ato mbajtjen e familjes, që është vlera që pret shoqëria që ata ta përmbushin. Por kjo çështje ndikon më shumë në raport mes të dyve si çift. Pra ose kjo përmbysja roleve bën që ato të dalin në sipërfaqe gjëra të tjera, të cilat nuk ishin të përgatitur as njëri dhe as tjetri. Mund të duket si një lloj maske depresioni kjo gjendja e partnerit të Anisës dhe Anisa nga ana tjetër që duhet ta pranojë dhe të përballet me këtë realitet dhe ta mbaj familjen në themi gjallë, duke sforcuar veten në maksimum. Është një mbingarkesë që kthehet ose përplaset me njëri tjetrin. Njëri ka mbingarkesën e përgjegjësive, tjetri ka mbingarkesën e një gjendje emocionale që nuk di se si të dalë. Edhe ne kemi pasur para të fundit në xhep, unë kam thënë, nëse ti ke nevojë për një terapi ose për të takuar dikë që mund të ndihmoj, sepse kjo nuk është okay. Hajde ta bëjmë. Dhe ai më ka dhënë 135 arsye pse nuk është në depresion dhe pse kjo është normale dhe sepse ai do ta rregullojë veten e vet. Mua më interesoi momenti kur ka dalë në sipërfaqe kjo pjesa e partnerit që ka hequr dorë nga pjesa e punës. Sepse nga një sukses, le themi, profesional që ai ka pasur me vite, heqja dorë, pra performonte shumë mirë me sa kuptova në punë,
hoqi dorë për të rënë më pas në një lloj ekstremi tjetër që nuk dëshiron më të punojë. Një sukses që zakonisht kur e shikojmë në raste të ngjashme, mund të vijë nga lodhja ekstreme që përjetohet dhe fakti burnout, pra jo lodhja ekstreme që kalohet nga puna, dhe momentin që ti gjen një lloj qetësie, mund të ndodhë një bllokim shumë i madh. Pra ti e di që të presin shumë përgjegjësi. Që fusha ku është ai shitjet që neve mezi, jo seriozisht për të marrë dikë në marketing, na duhen muaj ta gjejmë. Domethënë është shumë e vështirë, nuk ka shumë dhe ti je shumë i mirë në shitje, është shumë e rrallë në Shqipëri, realisht po e them. Që është një fushë shumë stresuese. Atë du ta dua shumë si profesion. Ndryshe nuk e bën dot. Dhe është e çuditshme që për një njeri që peshkon edhe është vetmitar, të jetë shumë i zoti në shitjet është komplet një gjë tjetër. Ta shpjegoj. Në një punë, për ca kohë ne kemi para shumë vitesh, në 2014-ën. Kur sapo ishim një një punë që ka qenë prapë në sales, në këtë fushë kemi punuar bashkë. Ai atje ishte absolut më i miri. Absolut. Po të them më i miri me 600% më shumë se i dyti më i miri. Në një vit e gjysmë që ne kemi punuar, unë nuk e kisha parë kurrë atë të thoshte ndonjëherë dikujt mirëmëngjes ose natën e mirë ose mirupafshim ose të bënte diçka jashtë tavolinës së vet. Madje edhe mua gjatë orarit punës thoshte të lutem flasim te cigare kur të bëjmë një pushim pim në cigare, këtu brenda në punë mos më fal. E di që nuk lidhen shumë me njëri tjetrin sepse njerëzit që janë sales predispozohen që të flasin shumë, të jenë pak charmant. Po ai kështu e ka pasur dhe i funksiononte dhe punëdhënësit i fundit e ka marrë nuk e di sa herë, edhe 2 herë në muaj për t'i thënë, hey, kam një mundësi këtu, kam një klient aty. Pra, shitjet ka nevojë për komunikim. Nuk është e thënë që ti jesh i tillë në jetë, por ti del nga natyra jote totalisht dhe kur je shumë i mirë, të thotë që ke një lloj edhe konsumimi, se nuk është fushë, ajo është një fushë shumë konsumuese, domethënë shumë pak e vazhdojnë. Unë nuk e gjej atë inkompatibil me rolin që ka pasur ose që sikur e sforconte veten e shtrysë për të patur një rendiment të mirë. Sepse ka pasur raste që pronari i kompanisë atinte atë çelësin të shtunën sepse ky kishte një meeting për të bërë shtunën në mëngjes. Edhe shkonte bënte me qefin më të madh mezi priste të vinte e hëna, atë rolin e shijonte pafund. Dhe shijonte deri në atë moment dhe pastaj sikur e preu dikush me thik. Po ndoshta se ka shijuar zemra, se unë mendoj, unë personalisht mendoj që tash se nuk mund të vë diagnoza depresioni, nuk është as puna ime, as jona nuk e bën dot në telefonat. Po mendoj që ai që do dashuron një gjë i ha karrige, i ha kolltuku, që do të kthehet. Dhe shpesh njerëzit kthehen jo për lekët se do t'i lek në shtëpi, do të kthej për pasion. Nëse ai ka qenë shumë i zotit e puna vet, ndoshta ka qenë shumë i zotit dhe ka qenë korrektisht shumë i zotit, jo sepse ka dash atë. Prandaj të pyeta, ai ndizen syt për ndonjë gjë që do. Se më shumë se sa shkon na sill lek në shtëpi, ndoshta ai do të motivohet kur i thua ti shko se na duhen lek në shtëpi. Kjo nuk do ta motivoj. Atë do ta motivoj diçka që ai e ndjen veten të zotin për ta bërë. Pra e ndjen veten tamam që ka një lloj vlere. Mund të jetë edhe kjo lloj natyre. Unë jam e bindur që nuk do ketë më ndonjë gjë nga nevoja që ta shtyj atë të ngrihet dhe të bëj diçka, të punoj. Nuk ka. Ne kemi prekur fundin, minusin. Po ta bëj pjesë të kompanisë, më fal, se unë nuk e di se si funksionojnë financat e kompanisë tënde. E di që para ca kohësh kishin ngel pa lek, do thotë që edhe ty ke përpjekjet e tua dhe vështirësitë. Biznesi është i vështirë dhe ka uljet e ngritjet e veta. Po atje për shembull nuk ishte rasti që të përfshiheshit bashkë, un kam shumë mikesha, të cilat janë shumë kanë biznese parukeri të këto dhe i shoh burra që ndihmojnë për shembull me porosit, me furnitorët, me aty nuk e ke menduar që ta përfshish? Atëherë, duke qenë se ai shumë i zot me këto advertisement, me këto marketingu digital, e bën atë pjesën për mua, por nuk do të përfshihet në asnjë moment të jetë pjesë e zyrës, të jetë pjesë e kompanisë në përgjithësi të takoj njerëz të tjerë, nuk do të shoh asnjëri me sy. Po aty ku është i zotit, se nëse ai bën diçka, llogarit që këtë ta bënte dikush me minimumi 60000 lekë në muaj. Edhe ai ta bën. Jam dakord, edhe ai këtë e bën dhe i merr shumë pak kohë, sepse është shumë i shpejtë dhe shumë shkathet në këtë gjë, dhe është një nga të pakta gjëra që shikoj që të ngrihet dhe të hapi kompjuterin që ka pasur. Po e bën 2 herë në javë nga 45 minuta, sa ai optimizon ato fushatat edhe ka. Kuptoj. Ka shumë arsye që e largojnë nga ato që një depresiv këtë person. Ai çohet thot për këtë gjë. Në shtëpi, kujdes për fëmijën. I merr përgjegjësi pune kur i kërkohet. Pra është shumë larg të qenit një person që e ka humbur totalisht shpresën. Po pra sa ashtu s'do dilte fare, është thjesht introvert. Ka diçka tek gratë që fitojnë. Ka një moment nga lodhja thon gjëra që
nuk e ndihmojnë situatën. Sidomos meshkujt që tham bashi ka karrierën e kanë kështu si pjesë e vlerës sepse janë ato providersit kanë qenë në historinë e njerëzimit. Si mund të ulet Anisa? Çfarë lloj pyetjesh të tjera mund t'i bëj përveç këtyre që ja ka bërë deri tani? Pse s'punon? Pse se kjo është si akuzuese dhe ndoshta ai mund të rezistojë ndaj kësaj. Po, Anisa më duket sikur edhe ka këtë aftësinë që të empatizojë shumë me partnerin e vet dhe mendoj ose të paktën edhe mund ta konfirmoj që është ulur dhe mund të ketë folur në nivel emocional për ta pyetur çfarë e shqetëson ose si e shikon jetën e vet në advance, pra në të ardhmen. Nuk mendoj se qëndron vetëm te pjesa e akuzës. Nëse ti ulesh me të, madje është kjo teknika që bëhet në çift, 5-5-5, rregulli 3-5-ave që ti 5 minuta e dëgjon partnerin pa e ndërhyrë, 5 minuta të dëgjon ai ose ajo dhe në fund gjendet një zgjidhje për 5 minuta që i lihen në fund zgjidhjes. Mund të jetë kjo një teknikë që më ndihmon. Por kur kemi një person i cili ka izolim total nga shoqëria, ne këtu do të jemi shumë kujdesshëm se mos ndoshta ky zhvillon disa çështje më të thella se sa ato që duken. Si çfarë për shembull? Depresioni. Po, zhvillohet nga izolimi, por ai ka në natyrë pjesën e të qenit introvert, nuk do thotë që është depresiv, patjetër. Pra, ka një moment i jetës ku suksesi nuk e shijon më, suksesi profesional, e shijon më shumë jeta vetmitare, jeta familjare, i mbyllur. Por ai mirë ka me të vetën, por nuk është mjaftueshme për marrëdhënie në çift, sepse kjo nuk është rënda që kam bërë. Një nga biseda më të vështira të jetës time që kam bërë, ka qenë para pak kohësh, i thash. E gjithmonë e thotë që nuk më pëlqen kjo Tirana, nuk ka një park për fëmijë. Mbase më vonë, nëse bëhet më mirë, largohemi, të tërhiqet akoma më shumë. Aty ku nuk ka këmbrobi. Edhe i thash, mbase nga që ty nuk të pëlqen këtu ku jetojmë, si jetojmë ne, mbase nuk e do këtë jetë, edhe nuk mbase ti realisht nuk do t'ish këtu dhe nuk do të bësh më asnjë përpjekje për këtë jetë që ne jemi. Deri ku kemi ardhur, mbase ne ja dolëm deri në gjysmë bashk. Edhe ti do të shkëputesh komplet dhe të bësh komplet diçka që s'ka lidhje me mua, me jetën që bëjmë, me shtëpinë që kemi, nuk ka nevojë që martesën tonë ta shtrydhim derisa të pikojë urrëti, që ti të lutesh o Zot, inshallah ndodh ndonjë gjë e madhe që unë të shpëtoj nga kjo jetë ku jam, inshallah vdes na njeri, ti që të shpëtoj dhe më në fund të bëj gjën që dua. Ti mund ta bësh tani një gjë që do, nëse nuk ta bën zemra të bësh asnjë gjë më në këtë jetë që ne kemi, është okay. Të kuptoj, thjesht nuk dua të kem një kufom në shtëpi. A do ishe ti e gatshme që ta nëse ai do thoshte për shembull dua të zhvendosem në, nuk e di, në Përmet ku isha unë. Për shembull aty mund të rija 1 muaj. Do ta lije ti, ai e gatshme, e mban dot shtëpinë ti? Le ta bëjmë kështu si perëndimorët. Ai thotë dua ta gjej dhe ndoshta gjej dhe biznesin atë, me agrokulturë, nuk e di. Unë Dalina gjithçka deri tani vetëm jam duke e bërë. Qartë. Dhe jam gatshme të bëj çdo gjë. Mjafton që ai të gjejë një mënyrë që ta rregulloj veten. Jam gati të bëj çdo gjë. I kam thënë edhe nëse do të kalosh ca kohë tek prindërit e tu, mos jetojmë më bashkë, edhe nuk është se do ndahemi, po thjesht nëse nuk të pëlqen më asgjë që kemi këtu bashkë. Nuk ta bën zemra, nuk ke motivim të ngrihesh edhe të ndërtosh gjëra me mua në këtë fazë të jetës. Të shtojmë më shumë, të zhvillohemi më shumë, nëse nuk ka lidhje më fare ajo që ti do me çfarë ne jemi në këtë pikë ku jemi, është okay, thjesht ma thuaj. Më ka thënë që jo, nuk ka lidhje fare, nuk ka lidhje me ty, ç'lidhje ka kjo? Unë thjesht dua që në të ardhmen mos jetojmë në një qytet, jetojmë diku më qetë, më larg shurma dhe kalamajt të rritën në një ambient ku di unë. Po çfarë më qartë thuaj ti, se ti unë e di çfarë mendon ti, po thuj patjetër të lëvizi, po fillimisht lëviz këtu brenda qytetit, që të lëvizësh jashtë qytetit apo jo? Pikërisht, por tani këtu ku jemi, ne jemi shumë keq. Dhe unë kam nevojë për ty tani. Dhe çfarë kam marrë në telefon është se unë nuk dua të mbledh vrerë ndaj atij, nuk dua të krijoj resentment. Jo, kjo është resentment, është tamam, është pjesë shumë e rrezikshme se pastaj aty është rruga. Po, jam duke e krijuar, unë e ndjej. Po, është rrugë. E di çka ka diçka që ka ndodhur shumë historive, që ka lidhje me burrat që cilët nuk punojnë. Nuk është vetëm fakti që se kjo në fillim e filloi Anisa me derisa u zbërthye pak. Jo se burri kështu duhet të jetë, aty prandaj unë i thash direkt i bravo kat në djalli. Po mira i mban kalamajt, pse duhet të jetë burri kështu? Apo Anisa se ka dhe burra që janë shtëpi janë fantastik. Edhe gravo konvenon ajo sepse kanë pasionet e tyre, karrierat e tyre dhe thonë më mirë
të marrim një datë o kot edhe ta paguajmë, ose të jetë dy prindrit jashtë deri në orën 10 darkës, kush do ri me fëmijën, se duhet bërë të llogaritja. Kush ri me detyrat, kush e çon në teatr, kush e çon se ti ke 2 vjeç. Po llogarit se çalloj ditëlinët e kalamajve, jo makina me kurset, kush ri në trafik. Do të thënë, unë besoj nga eksperienca ime që një partner duhet të jetë. Por ajo ç'a është më e rëndësishme se kjo, edhe këto llogaritje kanë bërë grave, ka qenë llogaritje shumë të zgjuara që burri të rinte në shtëpi për gratë e karrierës, kanë qenë shumë të mençura. Por ajo ç'a të vjeni na dhe mendoj që është shumë tek meshkujt, është se mashkulli nga natyra fixes. Rregullon gjëra. E ka të vetën. Është dhe i këngë shumë e bukur Coldplay I'll Fix You. E kanë të vetën që të rregullojnë gjërat, ta menaxhojnë. Dhe kur tjetri nuk i jep dum, siç i themi, ne nuk e di thon tironësit apo kryesisht, siç themi në Shqipëri, kur nuk i jep dum, ajo është acarimi që kanë, që nuk i jep zgjidhje. Domethënë ke një njeri aty që kjo sa që vjen e shef si dikush që përveç se po mësohet dhe kjo është shumë e rrezikshme, nuk ka motiv. Çohet në mëngjes pa një motiv, nuk i jep zgjidhje diçka edhe po i zgjidh kjo dhe ky burr nga të gjitha anët dhe seksualisht pastaj dhe çdo gjë të bëhet mbaron, nuk e ke se vlla se ke. Si fëmia jo nuk e ke se dhe fëmia të lodh, pak në të lodh të jep ka ambicet e veta. Burr nuk e ke sepse as partner as të ndani gjëra. Po ajo që po kuptoj te kjo marrëdhënie është që ai në pasivitet po e drejton, ka një timon që po e drejton marrëdhënien, se thot unë dua këtë dhe ashtu po shkon marrëdhënia. Anisa që vazhdon me njëjtë atë role, kam edhe këtu çështjen e Anisës se sa mund të duroj në këtë marrëdhënie, se janë 4 vite që vazhdon e ngjashme në të njëjtën mënyrë kjo marrëdhënie dhe sa mund të zgjasë edhe më shumë, më tej shtohen dhe problematikat mes tyre si çift, po në çështjen personale, mes Anisës janë zhvilluar konflikte të dominante që shkojnë nga ndjenja e fajit, ndoshta tek pjesa e mbështetjes që krijohet me të, pra nuk e di këto përplasje që janë brenda saj se si mund të avancojnë më shumë nëse shkon. Po sikur ta lindë Anisa fare punën për shembull, që nuk e bën dot tani, po ta lindë dhe ç'do ndodh Anisa, po ta lieti punën sot. Thoje nuk mundem, s'po mesën biznesin, nuk kam lek. Dua të rinj shtëpi. Ai asnjë gjë, sepse unë kam kaluar edhe këtë. Kur isha në punë, por puna nuk është se gjeneronte të ardhura, sepse ishte baby steps në fillim, një kompani e re startup, kisha asnjë gjë. E di, po ai e di që ti ishe në punë dhe ti do ja dilje, sepse të ka parë që ja del. Jo, por e ka fjalën thua s'kam punë fare, për shkak të sigurt që puna ime do t'ja dilja dhe do ecte, asnjë në atë moment borxhe. Si prapë kam shlyerur. E kam provuar këtë, nuk është një opsion. Shiko, se këtu ka dhe një mungesë konsiderate të këtij njeriu që prandaj se është që nuk ai e drejton këtë marrëdhënie dhe me nevojat e veta, është pak qasje egoiste në këtë pikë. Vërtet ai mund përfshihet në aktivitete të tjera, pra që e balancon pak marrëdhënien, por nuk janë mjaftueshme për ta vazhduar, sepse këtu kemi një partner që është konstant duke menduar për sigurinë financiare. Ti nuk mund të heqësh dorë. Nëse unë heq dorë, varë kam pytet. Nuk ka. A ka pas momente që ke shkuar drejt asaj pikës ku të jepje fund marrëdhënies nga kjo situatë që është krijuar? Ka patur momente që jam ndjerë, sikur kam bërë gabim që jam martuar me atë. Po akoma nuk kam arritur në pjesën që po se ka dhe keqardhin ku ta lë tani ndoshta babain e fëmijës. Këta lloj meshkush do ndonjëherë të krijojnë edhe se ndjenjën e fajit e kemi ne, që e kemi dhe përmendim në çdo program që ne kemi lidhje me atë ndjenjë faj, po edhe ku ta lësh atë babain e fëmijës. Në këtë rast është bërë partneri si fëmijë. Është dinamik që prek direkt marrëdhënien intime pastaj. Për sa përket me raportit ton, unë dhe ai, shumë herë kur shkoj në shtëpi dhe pasi jam marrë me të gjitha gjërat, me të gjithë njerëzit rreth e rrotull, me fatura, sivira, taksa, nuk e di. Shkoj në shtëpi dhe jam e zauruar, nuk kam mbetur më asgjë në gotë tek mua. Edhe më në isha ka ose nuk e di, ka përgatitur diçka. Më nervozon. Nuk arrit ta shijoj. Nuk arrit ta marr dot si dhuratë, për shembull të kam gatuar diçka. Më duket sikur ai vakti ka ardhur në kurriz të gjithë lodhjes time të asaj dite që më është dashur të merrem me shumë gjëra. Është problema Anisa sepse ti e përmendë që po afrohem tek faza që është resentment, që është pak a shumë neveri. Edhe kjo është një fazë që shumë pak njerëz shpëtojnë nga kjo fazë. Ka shumë raste dhe Anisa nuk dua të përfshij ty, por ka shumë raste që ky resentment vazhdon shumë në raport me punën, derisa papritur gruaja kundërpërgjigjen në një gjë tjetër dhe që quhet e befasishme dhe përfundon në divorc të
mund të, nga që gruaja rritet ekonomikisht, shkëputet shumë, mund të përfundojë në tradhti nga ana e gruas, mund të përfundojë në, se di, domethënë në një lloj ftofje totale, pastaj përfundon papritur, ai njeriu zgjohet edhe përfundon në një divorc shumë të shëmtuar. Tash si mundet për shembull kur je në këtë fazë, ç'a të bëja Anisa? Që mos kaloj te faza tjetër. Daj të thot, ua po nga mrakjo ose ua si ma drodhi gruaja ose kupton? Nuk mund të përpiqemi ta mbajmë marrëdhënien nëse vazhdon kështu. Nga ana tjetër, nëse ai ka ende në mendjen e tij të ndjek ëndrrën e vet, të qëndrimit në shtëpi, të mos marrë akoma përgjegjësi, pra të mos bëj atë ndryshimin që Anisa po pret, pjesa e mllejfit që akumulohet është një shenjë pozitive për Anisën, sepse mllejfi do ta drejtojë të dalë nga kjo marrëdhënie nëse kjo vazhdon. Pra ndonjëherë këto ne emocione që etiketojmë negative ose ndjenjat negative janë pikërisht ato që na duhen për të lëvizur. Sepse po e thoja, 4 vitet janë duruar, nëse shtojmë dhe 4 vite të tjera, për shëndetin tonë nuk është absolutisht pozitive, sepse mllejfi që ajo akumulon mund të shkojë në drejtim të vetes dhe të përforcojë diçka që mund të jetë një shqetësim personal pastaj, që ato e diferencon nga partneri, por mendoje që bëhen dy persona pastaj që kanë çështje personale dhe që nuk mundet më të vazhdojnë përpara. Kështu që në këtë rast, nëse Anisa akoma është në gjendje të funksionojë normalisht, në gjendje emocionale apo edhe në aspekt pune, të ndjek atë që ka së brendshme, emocioni vet do e drejtoj se ku të shkoj. Kështu që të mos e marrë si diçka negative. E thash, ndonjëherë duhet të merret përgjegjësi nga ana e dy anshme që gjërat të ndryshojnë. Nëse ka edhe një këshill Anisa, sepse jemi në mbyllje, kemi edhe dy histori të tjera dhe ne kjo është një histori që morëm, unë kisha me shumë pasion të diskutoja këtë histori me ty, po ka dhe diçka, dhe kjo pjesa që theti nuk i them njeriut. Ky lloj izolimi që keti si bashkëshorti yt që ka izolimin e vet dhe izolimin tënd, unë ndonjëherë them që nga kjo hapja mëson diçka dhe mund të dali variante të tjera mendimi, edhe ndoshta edhe pune, nuk i dihet, ide të tjera. Kështu që ajo ka marrë juve në telefon sot, sepse duhet ta flisja me njëri, edhe atë që flas, nuk duket sikur jam unë e çmendur, sikur kam unë probleme që krijoj probleme. Jo, ka shumë histori të tilla, shumë. Megjithatë, unë di diçka nga eksperienca e shumë njerëzve që kam rrotull, ose ndoshta unë nga që kam qenë studente e mirë dhe kam denjur me studentë të mirë dhe studentët e mirë sot janë ato që kanë punuar, kanë këto problematika me dhe shumë meshkuj nuk e kapin dot fillin e jetës, siç kam dhe shok që ankohen për gratë e tyre, të jem e sinqert, por që nuk e kanë kapur dot, ndodhin diçka, e kanë lënë punën dhe nuk janë rikthyer më, ose biznese kanë dështuar, bëjnë ca llogaritje që si jo thash, jo të gjithë mund të bëjnë biznese. Ndoshta ky nuk është njëri biznesi, është njëri për të punuar diku. Por në mes të këtyre unë kam pasur shkoj të punoj ku të doj. Po pra, nuk kam kulturasirë që ti do të jesh biznesmen, që ti jesh burri. Shiko, e di si është kjo puna, si ndonjëherë si puna e palestrës, që e fillon ashtu, 2 ditë pastaj ke i dasëm, pastaj 2 ditë tjera të ndodhi një hall në shtëpi edhe kur e shef pas 2 vjetësh shkon palestër prap. Kështu që edhe ky e ka ngrën pak. Dhe un kam mes pjesës që ti do ta ndash dhe pjesës që të shkosh tek pjesa e ndarjes, se kam përshtypjen që edhe duhet bëj edhe ca llogaritje kjo, jo biznesi ku ta lësh dhe ajo. Është dhe një moment aty ku gruaja bën një tentativë të fundit, them unë, gruaja mençur, siç ka histori, ku ti mund të shohësh dhe ti për shanse, sa ti thosh le të shkoj gjej vet. Se di, prandaj thashun kjo pjesa e graphic design që e bën me qef që çohet ta bën ty, mund t'ja bëj dhe 3 vetave që mund të njohësh ose po kupton, janë sa gjëra kështu të lezetshme që femra e ka kështu si pikë të fortë që i luan rrotull, ai se kupton nga erdhi. Por i vin. Në rast ai s'do, pastaj s'do tash i jepi durës dhe mbash. Ose qofshin inshallah ka trashëgimi. Inshallah i ardhi trashëgimi e madhe, a ka toka kështu? Mirë do ishte. Nuk është për mua vetëm ana financiare, se unë mos në një mënyrë tjetër do ja dal. Është thjesht nuk dua një njeri që çohet të mëngjes edhe do të jap unë parat për të pirë një kafe të blej. Pra e di, thashun atë që s'kam, si jep dum, po. Po, arsye pse unë kam ngecur kështu ku kam ngecur dhe nuk është se bëj dot ndonjë hap të madh drastik. Është sepse në gjithçka tjetër është djali me të cilin jam martuar. Ai baba shumë i mirë, shumë i respektueshëm, me familjen time, me familjen e tij. Familja e tij është shumë e mirë, nuk kam asgjë për të thënë. Vlerat që ai ka, mohabetet që bën, është okay. Është vetëm kjo gjë që
sa vjen dhe zmadhohet edhe eklipson çdo gjë tjetër të mirë që ai ka. Kam filluar në mënyrë të pavetdijshme mos ta shikoj më se sa fani është, sepse jam shumë e lodhur ta parë sa fani është, ose ka kohë që nuk e shikoj, nuk e vlerësoj më sa muhabete të thella bën, se më duket shumë i ngeshur, prandaj bën muhabete të thella. Domethënë pas çdo gjë pozitive që ka pasur, unë tashmë ai vreri im, ai resentment ti ka filluar t'ja minimizoj dhe nuk më pëlqen. Unë vetë si natyrë, nuk e di, kam pak këtë krenarin, nëse arriti se do ndahemi, unë ndahem vërtet. Kur të arrijë ai momenti, nuk e them dot tani, më vjen deri ngryk dhe nuk e them dot që po punove dhe do ndahemi. Shika, jo, mos e ço kaq shpejt aty, se edhe si shumë shpejt po e çojmë të gjithat muhabet aty. Çështja është që ai nuk është çështja apo punon apo punon, po çështja është a mundet ai të dalë nga kjo gjë ndonjëherë që ta bëj renditjen e gjërave. Më duket se nuk e ka të mundur ta bëj vetëm këtë punë. Me sa kuptoj bën rezistencë punës terapi ose punës për të marrë ndihmë. Po pa dashur Anisa ka krijuar ato kushte që ai ta lulëzoj këtë sjellje. I ruan burrërin. Po. Anisa, unë besoj që është koha që të mos merresh me burrërinë e ti sa burrësh, është merret me zgjidhjen e martesës, se çfarë do bësh. Është motivimi më të madh, është të shohësh se sa orë punon ti në ditë edhe sa fatura paguan dhe thuaj unë jap të, bëj atë listën, ndoshta mund ta bësh atë listën që çfarë jep ai, çfarë jep ti. Presionin që mund të marrë nga gruaja, një burr për shembull, një grua që rritet ekonomikisht. Presioni ose mund ta bëjë që ai të bëhet hiperpunëtor, që e shton punën që të qëndrojë gjithmonë atë piedestalin pak më lart, ose bie në një lloj paralize që e bllokon komplet. Mund të jetë një krizë identiteti që nuk po merr dot zgjidhje dhe prandaj aty qëndron gjithë çështja që ka bllokuar dhe marrëdhënien tuaj. Ka dalë çik pension si herët ai çun. Anisa, unë falenderoj shumë, faleminderit që ndave këtë. Inshallah, duke qenë se është hera e parë që ndan, inshallah të kem ndihmuar një çik, sepse neve këtu nuk japim dot zgjidhje, po të mundohemi me pyetjet tona dhe ndërhyrjet e jonës që të kuptosh dhe ti gjëra, por ti dukesh që ke kuptuar gjë, nuk është se erdhe pa përgatitur. Okej, të falenderoj shumë Anisa. Jona, statistikat e fundit tregojnë dhe jo të Amerikës, se kryesisht dalin statistikat e Amerikës, gjithandaj se ata bëjnë statistika, besa duket, po në shumë vende të zhvilluara është 1 në 3 gra tani që bëjnë më shumë, ka më shumë të ardhura se meshkujt, dhe po ta shohësh, madje edhe kur flet, unë kam thënë shpesh, edhe kur flas me sipërmarrës, ata janë më të prirur të marrin gra në punë, edhe thonë që gratë janë më të zonja, që ecin përpara dhe gjithandaj jemi rrethuar, unë nuk e di, tashi, më duket shumë normale kjo që gratë bëj lek dhe mund të bëjnë më shumë se burrat. Historia e dytë në fakt nuk i ngjan historisë Anisës, po jo në atë pikë që burri nuk punon. Por është prapë një histori shumë interesante për tu trajtuar. Një grua inxhiniere për 25 vitesh mban familjen, bën 3-4 punë, nuk e di, me projekte me gjëra, kanë fëmijë, dërton shtëpi, blen makina, rrit kalamajt. Bashkëshorti punon, ka një punë 9-5 dhe nuk kontribon fare në familje. Pra siç e merr rrogën e mban vetë. Ndërkohë çdo gjë tjetër brenda sa hapet dera e shtëpisë, gjithçka tjetër, Ylka thotë që është e investuar vetëm nga të ardhurat e saj. Ylka? Përshëndetje. Okej, Ylka, si ndodhi që ai nuk kontriboi fare, pra mbajti rrogën dhe ti papritur e gjete veten duke paguar gjithçka. Kur ndodhi kjo? Si ndodhi? Që në krye të herës. Që në fillim fare, sepse më vonë unë e kuptova që ashtu ishte mësuar dhe në familjen e vet. Pra, nuk ekzistonte në familjen e vet kjo gjëja që merret rroga e bashkëshortis, ulet në datën 1, 2, 3 kur merret rroga dhe thuhet që kaq kam marrë unë, kaq kam marrë ti, pra nuk diskutohej, nuk e kam parë kur të diskutohej, ndërkohë në shtëpinë time ishte totalisht ashtu si u rrita unë, paktën totalisht krejt e kundërta. Kaloi 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj, pastaj filloi të më duk normale. Okej. Edhe në familjen time nuk ka qenë ky muhabeti. Datën 1 ndalim rrogat, nuk ka qenë. Por ishte diçka natyrale që ti e nënkupton, që ndoshta në datën 3 nuk e sjell rrogën, por që shpenzon ca gjëra. Pra kur i thua shko bli pak pampersit e fëmijës, ai do të shkojë me lekët e veta. Iki me pushime. Dali, nuk është kjo investimi në familje për mendimin tim. Okej. Si e kupton ti? Investimi për mua në familje është ti je një çift relativisht i ri ose i ri, je pa shtëpi
Je pa, pra nuk e asgjë nga këto gjërat, nga këto që niset jeta. Dhe diskutohet si do ta gjejmë, si do ta bëjmë në pjesën e shtëpisë, si do ta marrim ne të dy shtëpinë. Do ta marr vetëm unë, do ta marrim të dy, do ta marrësh vetëm ti, unë do punoj këtë, ndërkohë ti do bësh atë. Jo, unë shtëpinë e kam bler thjesht dhe vetëm. Në kuptimin të parë të fjalës. A e bët ju muhabeti që do bëni me shtëpinë apo e bëre fakt të kryer ti? Nuk kam, kur të kem do t'jap. Donte ai të merrje shtëpi apo këmbgulet ti ta blije? Nuk e diskutoja fare që do jetoja me qëra. Këtë gjë e kisha totalisht ndarë me veten time. Nuk e diskutoja me apo pa atë, unë do ta merrja shtëpinë se s'bën. Edhe mbas u torturova për te nga ç'duhet, por ama ishte një pak që unë nuk e ndaja me, nuk bëj fjalë fare që ta diskutoja po ose jo. Okej, kështu që ai të thatë unë s'kam lek, po deshe merre. Po, kur të kem do t'jap. Unë këto kam. Dhe kopshi fëmijës në vitet e para, kur të kem do t'jap. Po çfarë data është? A e di çfarë data është? Po kur ti kem, unë nuk i tham për momentin. Kur ti kem do t'jap. Më fal, pyetje, sa është diferenca e rrogës domethënë sa herë më shumë paguhesh ti? Të paktën 2 herë gjysmë. Atëherë, edhe për të kuptuar edhe një gjë. Bashkëshorti çfarë lloj pagese ka? Është mesatare apo është mbi mesatare? Normale quaj unë tash që është 100.000 lekë në muaj. Është mbi normalen pak. Është mbi normalen. Po. As kopshti nuk e kontribon as te kopshti as te Jo, atëherë jo. Po kur thot që nuk ka, ku i ka lekët? Pyetje. Je interesuar ti se ku i çon lekët? Fillimisht ti kontribonte për familjen e vet dhe pastaj ju bë mësoj zaves dhe nuk më duk, shiko. E kam bërë bisedë, e kam bërë mësoj dhe debat herët e para, periudhën e parë. Pastaj nuk më duk arsye dhe e kuptova që dy rrugë ishin, ose do bëja sherr pafund dhe fëmia im do rritej në sherr, gjë që unë nuk e doja, se nuk jam mësuar ashtu. Ose do divorcohesh ose do i vija krahas shtëpisë dhe zgjodha të fundit. Se duhet të jem shumë e qartë me kontributin. As pazari nuk e bën ai, as dritat as ujin, as gjë. Vetëm dritat edhe Dalin, pagesa të papërfillshme që mua edhe po t'i bëj vetë nuk më prishin punë, po, ama tek ajo që quhet thelbi shtëpisë, jo. Kuptoj. Nuk po diskutoj kafe në mëngjesi që ta pagoj unë apo të pagoj ai, kupton, nuk diskutohet kjo. Ama thelbi shtëpisë, ajo që mban kolona e shtëpisë, ajo që bie gjëja që mban shtëpinë, dhe ti thua në darkë, po unë jam okay dhe unë po i rris mirë fëmijët e mi, jo. Ai është ambicioz në punë. Inteligjencë profesionale, domethënë mendoj që e ka më lart se unë, ama mënyrën e thonjza të kërkuarit të gjës e ka nuk kërkon, nuk di të kërkoj, nuk di ta gjej, nuk mendoj që do eci më lart. Vetëm po krijova unë front pune që të punojmë të dy. Yllka je dyta në tua e parë duke lavdëruar burrin, është më i mençur se unë, më i zoti se unë, fiksimi jon ti themi sa të mençur jemi, ti e mençur shpirt. Je shumë e mençur ti që ja del edhe nuk në shumë gjëra se kemi fiksim ne ai shumë inteligjenca profesionale. Po pra ja, inteligjenca profesionale të vihet në veprim që ai të gjeneronte më shumë. Po këtu nuk është rasti, ai mund të gjeneronte edhe më shumë, po këtu është një çështje tjetër që më bëri përshtypje. Përveç se ti punon 4 punë, ke bler shtëpinë, ke mobiluar shtëpinë, mban pazaret, gjërat i mban ti. Thua që vjen në shtëpi dhe gatuan, edhe kujdesesh dhe mban shtëpinë apo jo? Fëmijët e mi s'kan rënë absolutisht fëmijët e mi nuk e kanë idesh domethënë të hash jashtë. Kur? Po, han mirë dhe madje një herë që ti s'ke bër drek për fëmijët, se ke qenë shumë e zënë, ai të ka thënë që çfarë të ka thënë ai? Më shumë se sa e zënë e lodhur. Po, ishte e lodhur, okay. Ai të ka thënë i le fëmijët pa ngrënë diçka e tillë? Po, fëmijët mirë di do han? Si fola fare dhe unë grita bëra. Po sepse unë gatova, bëra drekën, por nuk bëra darkën. Pra, kur them gatuar, e kam fjalën gatim, domethënë të vesh diganin në zjarr, jo gatim të bësh të vendosësh tavolinë buk, djallë, vaj, gjallë, domate, patate. Jo gatim si puna ime. Po. Qartë, e kuptova. Gatim, të më thënë të vesh diganin, tenxhere, makaronat me kim, pa kim. Po pastrimin e shtëpisë, lavatriçën e këto hekurin kush e bën? Unë. Bëdhe hekuri dhe lavatriçe, punon dhe 4 punë, si edhe lekë në shtëpi, mban edhe fëmijët edhe ju ushqen. Dhe absolutisht asnjëherë nuk kam menduar që të gjeja një zgjidhje tjetër në jetën time. Po këtu do të kalojmë pas pak. Unë dua vetëm të sqaroj njerëzit si është situata jote, sepse është shumë e rëndësishme dhe kjo pjesa që ti ke dashur ti ke bërë dhe me vedije këto zgjedhje.
Dhe një gjë tjetër që thua, është që në një moment kur ti nga rrëfimi yt ke bërë kaq shumë gjëra, ai të thot ke bërë detyrën. Kur ti e ballafaquar apo ja? Po, ke bërë detyrën, kështu janë normale, kjo është sjellja normale një nane familjare. Pra kur ti e ke ballafaquar i ke thënë që më ke borxhe. Më ke borxhe sepse unë po kontribuoj kaq shumë, ai ka thënë ke bërë detyrën. Nuk i them borxhe monetare, borxh njerëzor, se borxh monetare e ka mbyllur pjesën borxhe monetare me vete. E kuptoj. Tani, un kam një pyetje. Ju si jeni njohur me dashuri? Unë akoma e dua shumë. Edhe jeni njohur me dashuri të dy. Po, e di që dhe ai më do shumë. Po kam një përshtypje, domethënë çka kuptoj unë pas kaq viteve, e ndjej që është më shumë e ka traumë familjare, të cilën ai nuk ishte aq i zoti me veten e vet sa ta mposhte gjatë jetës. Ose unë nuk isha aq e zonja që ta mësoja me mënyrën time të të jetuarit. Çfarë është traumë që të sjellësh lekë në shtëpi se kuptoj? Çfarë quhen traumë? Jo traumë, kështu është mësuar. Kam përshtypje, kështu është mësuar, nuk di të bëj ndryshe. Por edhe nuk di sipas teje që ta njohi kontributin tënd. A e njeh kontributin, sa ai të thotë e njeh, po nuk di ta shpreh. Nuk e shpreh. Kur ai thot ti ke bërë detyrën, mos të duket pak sikur se ka kuptuar shumë që ti ke kontribuar, pra sepse her pas here në atë çfarë rrëfen ti, edhe në atë çfarë lexoj unë, është dhe një dëshira jote për t'i bërë gjëra dhe për ta lënë atë jashtë. Pra, si duhet je mësuar pa atë dhe e merr gjën kontroll. Po jam mësuar, po. Nuk e konceptoj fare unë një gjë që të them Dalina merre bëje se është detyra jote. Jo. Ngrihem e bëj, e bëj dhe mbaroj kaq. Them po unë çam në lloj, pse të kuptoj, jo, kjo është detyra ime dhe duhet ta bëj. Çfarë është detyra burrit tënd tani sipas teje? Nuk e di. Nuk shoh e kam lënë, nuk merrem me këtë pjesë, në kuptimin e parë të fjalës. E kupton, e kam quajtur të mirëqenie dhe kaq, nuk merrem më. Kam një pyetje. Çfarë benefite shketi nga bashkëshorti yt për momentin në martesë? Në qoftë se ai financiarisht nuk kontribon, po benefiti janë benefit shpirtëror, benefit si prind, benefit se okay, punët i bëket ti. Ai lekët i mban dhe nuk i jep në shtëpi, pra vetëm pare të vogla fare. Kështu që se që e dua shumë, po nuk e kuptoj se çfarë. Po ta bëj pyetjen jo pangas, po ta bëj pyetje vërtet, se mund të ketë gjëra që ai merret me fëmijët shumë. Dua dhe vetë të kuptoj që dinamikën e marrëdhënies suaj. Merr me fëmijët, merr ty mes natës, nuk e di, kërceni në terrac, në dritën e hënës, I don't know. Ç'a benefitesh? Merret ai me pushime, të bën ty të ndihesh një e bukur edhe kur vjen e lodhur. Nuk e di ç'a benefite shpirtërore dhe të tjera fizike, materiale po e heqim. Kë merr ti në marrëdhënie sot? Ja të them një episod. Në makinë duke kthyer nga puna dhe unë i them sa ditë ke, sa kohë ke pa më thënë të dua? Pse do të them sa ti e di që unë të dua? Jo, ti e di, pa artikuluar prapë, kupton, pa artikuluar këto 5 gërma. Po mirë, kam nevojë që ta thuash, sepse kam nevojë që ta thuash. Po ti e di pse duhet merremi non-stop me të të njëjtën bisedë. Dhe e quajti mos më lodh kokën me të tilla biseda, kupton? Ti e di që ti e di, kaq. Ti e di. Po me fëmijët merret? Merret me djalin dark, që jo bën detyrë ndonjë gjë. Kurse me të voglën shumë pak se merrem unë të tatuaje, laje, shplaje, sistemoje, të gjitha më radh. Jona, ky është një nga ato raste që mua më duket sikur, s'po e them atë shprehjen pak banale, sikur e ka ngrënë që në fillim. E ka ngrënë me vedije që në fillim. Jo, po se them thua se nëse unë në kanalin tim jam, po mund të them. Bëj çfarë të dua siç është ajo shpreha, por që sikur e ka ngrënë që në fillim këtë situatë dhe me vedije të plotë. Po, për të mos ju referuar traumë, një herë asaj që partneri ka sot prezente, se nuk është traumë, është një sjellje mësuar. Dhe pastaj çfarë e ka vijuar është vetë pranimi që i ka bërë Yllka partnerit, pra e ka pranuar, e ka marrë të mërqen që ai e ka këtë lloj sjellje dhe e ka krijuar gjithë atmosferën që ta zhvillon. Nuk e ka vënë përpara. Po, kjo është shumë e vërtetë. Po. Me shpatulla pas murit, që të, siç e them në rasti i parë, që të çojmë me deklarata, çfarë bëj unë, çfarë bën ti. Çfarë kontributi japim të dy bashkë. Jo, ai thotë ke bërë detyrën, ai se kupton se i duken kur ti e bën e heshti detyrën, gjërat e tua aty duken shumë të lehta ose gati nuk i shef, sepse se ka lënë kjo ti shohi. Dhe kjo nuk lodhet aty, nuk ankohet, pra vdiqja, u çmenda, mund ndihmo ta ngre këtë kovën. Kjo rrezik
Edhe shtëpinë ka ndërtuar vetë, është fut vetë, ai ka ndenjur. Si ka qenë dita parë kur u zhvillua kjo sjellje, domethënë kur ti e kuptove që ky person që ka individual në ekonomi. Unë kam kuptuar që në fillim që probleme ekonomike në martesë do kem. Që pothuajse kur kemi qenë të lidhur, dhe madje mbaj mend edhe tani momenti kur unë kam thënë vetes ti tani do i vësh shpatullat jetës tënde, se nuk është ky një problem që ty do të kushtoj marrëdhënien apo jetën. Nuk më duk vesë nga ato veset e kumarit, në lëndë narkotike, dhe më duk një gjë që unë mund të arrija ta bëja dhe kaq, ula kokën dhe bëra, ula kokën kuptimin e mirë të fjalës. Kjo kuptojmë sa të dëmshëm kulturalisht jemi. Po edhe unë e kam menduar këtë. Kjo lloj logjike që s'është një gjë dëm i madh, po si bixhozi si ato. Gjithmonë e bëjmë krahasimin me ekstremet. Nëse nuk i ka këto, është në rregull. Po, pse ndodh kjo e çuditshme? Si bëjmë direkt tek ekstremet? Është dëm që ne kemi të mësuar, siç ai ka mësuar të mos kontribuojnë në familje. Edhe ne kemi të mësuar se duket gjithë shoqërisht që të pranojmë ca sjellje. Një gjë që më bëri përshtypje Jona, që nuk e tha Ilka këtu, po e ka thënë në histori, thotë, unë nuk e kam thirrur atë as të më ndihmosh edhe kur i kam pasur fëmijët smur. Më duket mua, po mos është dhe kjo një pjesë e identitetit të saj për të qenë ajo që i bën të tëra. Që është shumë e vështirë kjo se sa. Jo, e kam thënë në këtë mënyrë. Pra jam kujdesur në aq fort dhe me aq përkushtim për fëmijët, sa fëmijët e mi pothuajse kur nuk ka shkuar në spital natën. Pra, ai nuk është ngrit asnjëherë natën të thotë prit se kjo goca ka filan hall. Nuk i ka i pasnjëherë makinës së po jo, pak a shumë të jetën po themi që është, domethënë edhe në këto raste të vështira ai nuk është ngrit natën të ketë të merak sepse ti e ke kamufluar, e ke ashtu merakun aty, e ke kamufluar, po e ke penguar, e ke fikse e ka penguar. E ka penguar të jetë burr. Më fal që po ta them, më pëlqeu që tha Jona, e ka penguar të jetë burr, e ke penguar. Parapria është e pengon. Pra edhe paraprishe të pengosh, pra i ke vënë një pengesë sepse që kur të vit ai njeriu që të kaloj apo ushtari apo ku e di unë, s'kalon dot, është pengesa. Kështu që kjo është e njëjta gjë, por më pëlqeu si e tha Jona. E mendon ti këtë? Po ndonjëherë janë ato cilësitë tona personale që na bëjnë dalim te kjo sjellja. Pra fakti që ti e ke penguar që ai të jetë ai personi, burri që rregullon, burri që ndihmon, burri që suporton kur ti ke nevojë, ka ardhur si pasojë fakti që ti e ke si thua një nevojë për të bërë gjërat vet, për të pasur në kontroll. Dhe kjo e kjo është vërtet që unë gjërat i dua t'i kem në kontroll, po është vërtet kjo. Dhe i bën të gjitha ti. Unë gjërat dua t'i kem në kontroll. Pra sa do të pyesja unë, kështu edhe në punë, pra duhet patjetër të kalojnë tek ty të shohësh ti. Po. Ke qenë ajo që të tjerët iknin nga puna dhe thoje si e marrin rrogën këta dhe unë vazhdoj punoj këtu, edhe të jepnin më shumë ty. Përgjithësi. As një lloj shansi që unë mendoj se kur jetoj për punën. Pa. Pa dhe e shijone që to. Sepse unë dashuroj shumë punën, po. Kam që një nga arsyet që kjo ka ardhur se unë dashuroj punën. Unë nuk e bëj punën hajde të bëj 8-4 në tikë të marr një rrogë në plasin madh do vetë të merrem sa në parukeri, sa në ku di unë me shopping sa jo. Për mua është puna e para, pastaj vjen, do të thënë është familja, puna dhe shumë vende bosh e gjithë gjërat e tjera pastaj. Kam një pyetje për ty. Nëse do të ishte një partnere tjetër në vendin tënd, që do ishte më pak dominante në pjesën e punës, pra nuk do ishte personi që punon shumë, merr shumë para, po do ishte një shtëpiake, e cila kujdeset vetëm për shtëpinë. Mendon se do ta kishe sfiduar partnerin tënd për të mos qenë ky person që është sot? Pra do ishte ai që të mbulonte, ai që do ishte pjesë e ekonomisë së shtëpisë. Me aq sa ti e njeh. Ndoshta. E ke provuar ndonjëherë t'ia lësh disa përgjegjësi atij gjatë kësaj rruge gjatë që ju keni martesë? Sot jam smur, nuk mundem të punoj, ose këtë muaj kam këtë nevojë që pres nga ty ta bësh. Mungon kjo gjë në shtëpi, diçka e tillë. Jo, nuk e ke bërë asnjëherë. Jo. Nuk di ta bëj. Prandaj them që ka qenë një kombinim i juaj si çift që ju ka bërë të arrini këtë pikë. Sa ai me sjelljen e mësuar, sa dhe ti me sjelljen për të bërë gjërat vet. Dhe kjo ka sjell që ai të mos shikojë të nevojshme të japi kontributin e vet. Më bëri përshtypje që në familjen e tij ai është ndihmues, pra ti e suporton. Sepse the pak më herët që pjesë e pagës së tij. Tani që po thotë unë kam kuptuar që prindi vet
momenti që më thonë, po ta them në mënyrë figurative, e vinte me shpatulla pas muri, e detyroi ta gjante zgjidhjen për atë çfarë i kërkoi. Unë nuk e kam vënë asnjëherë me shpatulla pas muri dhe unë e kuptoj që këtu është gabimi. Ama unë nuk më ndodh vetëm me partnerin, më ndodh me gjithë njerëzit kjo pjesë. Dhe mendoj që e kam pak problem personal këtë pjesë. E kam dhe të puna, e kam pak dhe të fëmijët, e kam dhe të shoqëria. Psikologjikisht, emocionalisht, ka bërë që të lodhesh ndonjëherë ose nuk e di të shpik jetën, se jo shumë angazhim ky. Shumë e lodhur, sa ndonjëherë i them edhe beton, domethënë jam në pikën e thyerjes i themi ne me profesionin ton. Çfarë po ndodh me ty? Që je në pikën e thyerjes, çfarë ndryshimi? Unë për shembull të paktën kam nevojë vetëm për momentin kam nevojë thjesht dhe vetëm për fjalën. Sepse vi ka një moment që ti ke nevojë të vlerësohesh për atë që bën, që ke bërë gjithkohën. Mos të merret i mirëqen. Pse pikërisht në këtë moment doli kjo nevojë për të marrë vlerësim nga partneri ose nga kushdo? Tani diem shumë e lodh. Jo, nuk e dua vetëm nga partneri, e dua edhe nga fëmia, e dua edhe nga prindi. Në këtë moment çfarë ka më shumë rëndësi për ty? Një prioritet, le themi, që vetja jote me këtë vetdije që ti po arrin, apo është marrëdhënia, është puna? Nëse unë kam vlerësimin, nuk do ndihesha e lodhur nga puna. Më mungon vlerësimi, më mungon ideja që të Do një faleminderit. Po. Ndonjëherë më duket sikur kanë harruar që janë femër. Yll, ka rasti jote është një rast shumë tipike, shumë grave të forta që mbajnë shumë, të jemi sinqert, shumë tipik. Dhe vendosin mos flasin, ti bëjnë gjërat në heshtje, njerëzit e formë mbajnë dhe shumë, e kanë edhe tabelën e qitjes më të madhe, edhe padashje nga që nuk kanë kohen, nuk tregojnë, ti ndoshta edhe si tregon ditën tënde bashkëshortit, kështu që çdo gjë duket shumë e lehtë për ta, në qoftë se ai është trirë për shef një film për shembull rreth ti janë organizuar shumë gjëra, se me 2 telefonata ti ke zgjidhur një punë, ke zgjidhur një urgjencë familjare, ke zgjidhur një gjë tjetër, pra je self-sufficient dhe bën shumë gjëra njëkohësisht, që është tipike edhe njerëzit të zotët. Kështu që të gjitha këto, kur bëhen në heshtje, bëjnë kështu tamam si ato, kështu si ato flutra në balet, janë ca kështu që dalin kur shef to Arthysin që kalojnë, kështu si, edhe ti kështu let fare kështu në majtë të gishtave që operon në gjithë ditën tënde të përditshme. Dhe keqardhja është që vjen një moment që ti kërkon vlerësim dhe mirënjohje. Por ai thot për çfarë? Unë s'të them të dua, po të dua. Pra për çfarë? Ti kërkon mirënjohjen që punon dhe bën punën që do? Ti kërkon mirënjohjen që kujdesesh për kalamajt e tu? Pra për çfarë? Sepse kjo e ha shumë njeriu që punon edhe nuk flet, do atë mirënjohjen, por ajo mirënjohja, ajo mirënjohja ndoshta është mirë që mos ta doj edhe mos ta pres. Si thoshte babi im, hidhe të mirën në det edhe lëre. Pra, është mirë që mos ta pres nga tjetri, po të thot, pse unë kërkoj mirënjohje dhe çfarë duhet bëjmë që mos vi në këtë moment, të mos vi te kjo pjesë. Sepse kjo është një vujtje që është e vazhdueshme, jo vetëm në familje, është dhe në punë. Ti sheh njerëz që bëjnë shumë më pak se ty, edhe ngrihen shumë më tepër se ty. Sheh njerëz hileqar kur ti je duke punuar me drejtën tënde. Kështu që kjo është gjithandej. Dhe bashkëshorti yt nuk është vetëm një skem familjare, është një skem jetësore e njerëzve të cilët i bëjnë gjërat vet dhe nuk dihen dhe kanë ndjenja faji dhe kanë një lloj ndjesie idiote, më fal që e quaj, se fuze veten, heroike për të treguar që i bëjnë të gjitha. Ja që unë arri, e bëra vet, nuk ka problem. Por nuk i bën dot të gjitha gjithmonë. Nuk bëhen. Është kur bëra një operacion dhe më thoshte doktori, ti hyn tek njerëzit e rrezikshëm. Si janë njerëzit e fortë, që njerëzit e forta kanë një tendencë ta rikuperojnë shumë shpejt dhe gëzohen edhe bëjnë 2 fishin e përpjekjeve që s'duhet bëjnë gjatë periudhës së rikuperimit dhe shkatrojnë prap trupin. Hapin plagët, kjo ndodh njerëzve të forta sepse marrin e bëj dhe këtë e bëj. Jo, thot, çdo gjë ka kohën e vet. Dhe është një moment që ty ndoshta po të vjen, je 45 vjeç, që ka një moment që duhet të vësh boundaries. Duhet të vësh kufi. Unë këtu gjithmonë them dhe vazhdoj e them edhe pse jam vetë divorcuar, unë jam për zgjidhje. Jam që njerëzit të provojnë zgjidhje. Por ka një moment për këtë kufin që vendosen
Dhe kjo kufi e para që të mbrosh ti trurin tënd, që mos arish në këtë moment dua vlerësim. Nuk ka nevojë të presësh vlerësimin. Ke thënë dhe një gjë të interesante këtu, thua, nuk doja që vajza ime të bënte këtë gjë që bëra unë. Po vajza jote po të shet ty. Ti je modeli që sheh vajza jote, jo ajo që ti mendon. Me fjalë nuk është, je model. Nga një anë je model shumë i mirë, se je model i punës dhe i vet self-sufficient, pra e mban veten, po nga ana tjetër ja i model i një gruaje që i bën të gjitha vet. Dhe kjo është një frikë që kemi gjithë si prindër për shkakun, dhe unë tash që jetoj vetëm që do më vi keq që goca ime të lodhet. Ka dhe shumë gjëra të bukura kjo gjëja jonë, që dashurojmë punën. Është fat të duash punën. Është fat të kesh fuqi dhe të kesh shëndetin të bësh gjëra. Është fat shumë i madh. Është fat, edhe është bekim dhe blessings. Do shta këto janë falënderimi që duhet bëjmë ne. Për gjitha këto gjëra, sepse në çmendurinë tonë ne që duam punën tonë, ku ta gjejmë që harxojmë kohë duke u marrë jemi në këtë gjë dhe nuk jemi larg qoftë në Iran apo diku në mes të luftës, apo të shtypur nga një burr apo nga një familje, apo me zakone, apo në një lloj kanuni të çuditshëm, kështu që është fat. Por duhet vëm limite, apo jo Jona? Është ai pjesa që thon, pse këto gratë marrin këto burra që përgëdhelen shumë dhe viktimizohen? Po pra se hiqen të dopta, dhe pse gratë e forta s'kan shumë fat? Sepse e bëj shumë të lehtë gjën. Ishte shumë e bukur se Yllka fitoi vetdije, tha edhe vetë që mund të jetë gabimi im që e kam toleruar prej kaq shumë kohësh, edhe nga ana tjetër ti që ja bëre më të qartë rrugën se si duhet vepron. Duke thënë që vendos kufin, bëu do ti e dobët praktikisht ndonjëherë. Po, vulnerabël është gjë shumë e bukur, është e vështirë për të bërë, po bëu vulnerabël, bëu e dobët. E para njëherë duhet heq atë gëzimin e fshet që ka jo, ka mund. Patjetër jo, se ti si e akoma si e martuar, po patjetër që duhet ta kesh sepse ti je shumë profesioniste dhe je shumë e dhëmbas punës, por ndonjëherë është i gëzim që i vogël, që kemi ne që sikur do marrim medalje në fund të ditës. Sikur do jam njëri medalje, asnjë s'e medalje, apo sikur do kemi në varr një medalje, kjo grua ka punuar, aty është thjesht emri Dalina Abusi, ditëlindja, viti, miropafshim, nguri dhe hec. Edhe fëmia mund ta kuptojë vetëm mbasi të bërë prindë dhe mbasi të ketë një moshë vetëm. Fëmia deri në një pikë, sa vjeç ke fëmijët ti? Djalin e kam 15, gocën e kam 8. E po mirë, njëra ka kaluar adoleshencën, se ka një moment adoleshencë që edhe pse ta njohë që ti punon, të me thënë ti maksimalisht shfrytëzohesh sepse të marrin ty, sepse të shohin ty si burimin e ti e hap çdo gjë dhe natyrisht ato te ty do vinë. Ajo ka nevojë të vitë ty, fëmia. Absolutisht, ti s'po të thuash fëmijës. Dhe ti nuk i thua dot dhe për shumë gjëra shko te babi, se di që nuk do t'ja zgjidhi. A mund t'i thuash te babi, shko dit me babin, fol diçka, po pjesën më të madhe thua do t'i zgjidhun probleme me shkollën, me gjëra, me detyrë, do të thënë kur e ke ndarë atë gjën. Pra, siç e ka ngrënë kjo në fillim, e han shumë gra. E han sepse thonë e bëj, përdesa ndonjëherë ndjen në faj, përdesa unë bëj në punë, si mos bëj në familje unë, si mos bëj unë për familjen time, turp i madh, kupton? Përdesa unë merrem edhe mbaj ato punojësit aty e kujdesem i them atyre, nuk e di, do të thënë kujdesem ata, mos kujdesem unë. Por kjo gjëja gradualisht tash në moshën e 40-ave, gjithmonë e them, është shumë e bukur kur fillon njeriu vë kufi, se pastaj filloi shkollën tat pjeta, kupton? Kjo është mosha ku është gjysma tjetër e jetës që ke para për të marrë. E para duhet heq atë ndjesin, thash të ndjesinit të qenit heroin, sikur do marrësh medalje. Nuk e ku t'ja thuash, nuk i duhet njeriu fare, nuk ta njeh njeriu fare. Kështu që edhe kur je lodhur, do jam e lodhur, kur zgatun. Edhe kur do të bëja një gjë, duhet ta bëj. Edhe ankoh, edhe thuaja. Këtë ditë të them unë deri tash, Jona mund të thotë specialiste, unë isha çik më shpirtërore kështu. Puna është, do thë këtë që puna është shumë mashtruese, sepse kur ti merr rezultate aty her pas here je gjithmonë e etur për të marrë rezultate të tjera, për të ndjerë rëndësishme. Po edhe njerëzit sfidën e radhës. Edhe njerëzit e tjerë që ti ke të rëndësishëm në jetën tënde, qoftë partneri, fëmia, familja, kur vinë kërkojnë ndihmë, edhe aty prapë merr atë ndjesinë e rëndësisë dhe të duket sikur po përmbushesh, mjaftueshëm për të funksionuar, po vjen një pikë që më të kërkojnë ose të duajnë njerëzit. Të duhet ai personi që ta thotë atë fjalën faleminderit, që ti po e kupton tani, të duhet ajo ndihma kur ti je smur, të duhet një person i cili të thotë do e bëj unë për ty. Por duke qenë se kemi funksionuar, që thash, në këtë nivel pak vetëm profesional dhe jo njerëzor, pra kemi lënë aty në heshtje, këto shfaqen, do apo s'do, do shfaqen. Nëse janë shfaqur tani, është mirë, sepse mund të ishin shfaqur edhe pak më vonë dhe do ishte problem pastaj për ta kapur në kohë edhe për ta ndjerë dhe ti se si është të ndihesh e mbështetur edhe e vlerësuar. Pra mund të jesh akoma në kohë për ta rikuperuar nëse e lejon veten, siç e tham edhe deri tani, të jesh edhe ti personi që kërkon ndihmë. Pra kërkon ndihmë.
mos i bëj gjithmonë vet, hiq dorë nga kjo sjellja që nuk është e jotja, thjesht është e mësuar në një moment të jetës dhe ka vazhduar me ty. Më bëra të reflektoj në shumë gjëra, disa gjëra që the. Falenderoj dhe ki parasysh një gjë që i thash edhe telefonuese së parë. Fillon nga një çik çdo ditë, kupton, ki kujdes nga plasja, se ka një moment që gratë plasin. Dhe pastaj gratë plasin edhe meshkujt që të thonë ti bën detyrat e tua nuk e kuptojmë pse plasin, edhe u vjen atyre si shok. Kështu që të evitosh atë plasin e çuditshme, më mirë nga një çik bë ca ndryshime çdo ditë. Mos u bë dhe ti si shumë të tjera gra budalla që më parë që i kanë bërë këto plasin në fund, sepse gjërat edhe mund të rregullohen ose ndoshta s'rregullohen. Pra është si në biznesin tënd që ti e di shumë mirë, një çik nga çdo ditë, domethënë nuk mund t'i lësh, sidomos në biznesin tënd që është i biznes inxhinierie që ka rreziqet e veta që ti lësh gjërat deri në fund edhe pastaj të shpërthejnë vërtet, ata shpërthejnë fizikisht dhe shkaktojnë dëme. Por nga një ndryshim çdo ditë e vetë e kontrollon, e rregullon një gjë tjetër, kupton, kalon makina, shef që ka një problem tundet ura më shumë se ç'duhet rregullon urën, kalon diçka, nuk e di çfarë inxhiniere je, po dritat e këto s'po futem në kështu se s'jam inxhiniere, por gjithsesi mendoje kështu, pra, në analogji me profesionin tënd, mos e lë në fund fare të plasë gjëja. Kështu, të falenderoj shumë Yulka. Faleminderit, ju jeni shumë të mira. Faleminderit. Atëherë, po dëgjoja ishte një avokat i njohur, divorcesh, më duket që tha 75% e marrëdhënieve të tilla shkojnë në divorc së fundmi, të këtyre marrëdhënieve. Dhe problem financiare lidhen me 20-40% të konflikteve në çift. Çiftet ku gruaja fiton më shumë mund të jenë më të brishta nëse mungon kontributi nga burri dhe kanë rrezik shumë të madh. Histori kanë shkuar shumë gjatë, nuk e dia doja diskutoja, por shumë e bukur kjo pjesa e identitetit të burrit, edhe i pa burrëri, sidomos kur e theksoi telefonuesja e parë, Anisa, që tha që se s'është burr, edhe ajo është për të diskutuar, sepse dhe meshkuj në vetvete patjetër që duhet të jenë një vlerë ekonomike, por ndoshta kjo ose bëj rezistencë komplete dhe lëm fare, ose dhe këta kanë presionin e tyre. Por mund të jetë edhe fakti që ne tashmë duhet ta pranojmë që jemi në lidhje moderne, por operojmë me rregulla të asaj tradicionales. Pra ku burri sjell më shumë dhe gruaja është ajo që punon më pak, pra duhet punon si rregull më pak, që burri mos e humbi atë vlerën e vet dhe më pas identitetin. Duke dalë në këtë marrëdhënie moderne, ne tashmë duhet mendojmë se çfarë do jenë rregullat e reja të lojës që do dalin në pa. Dhe kjo mund të vijë me kohën, sepse çiftet do fillojnë të përshtaten, të krijojnë balanca të tjera, dy partnerët në çift do fillojnë të krijojnë një lloj tjetër identiteti që të mundet të qëndrojnë së bashku. Një shumë e madhe çiftesh sot po diskutojnë që po jetojnë për convenience ose për pjesën e të qëndruarit në marrëdhënie sepse ju intereson ekonomikisht. Pra janë dy persona që nuk kanë as qëllime të martesës, as të krijimit të familjes, por të jetojnë bashkë sepse është më ekonomikisht e përshtatshme për të dy. Dhe shumë çifte po veprojnë kështu, por kjo dinamika që del këtu në pa, siç po e thoja, mund të vijë sepse çifti po transformohet, po evolon, nuk është më ai që ishte para 20 apo 30 vitesh. Dhe këto janë efektet. Ecin edhe gratë përpara absolutisht. Por këta të dy nuk ishin shembulli atyre që ka shumë i burrave që ndihen inferior. Dhe që i bëjnë gratë ndihen keq. Më bëri dhe mua përshtypje. Dhe nuk ishte, domethënë jam rehat, edhe kjo pjesa nuk është se po bënte mirë, nuk ishte e shëndetshme, po ishin rehat, po ka shumë burra të cilët t'japin dhe men, vjen shtëpi e lodhur, t'jep dhe men, që s'ke bërë mirë punën, që duhet ndrosh këtë nga kolltuku. Pra këto bëhen edhe shumë të bezdisshëm. Absolutisht, to që ndihen që unë ose burra që dalin edhe si thua mburre me pasuritë e grave të tyre. Mburren vetë sikur këtë kemi bërë bashkë, të nisëm ndërkohë që atë ka bërë gruaja komplet. Sepse edhe gratë mbulojnë këtë gjë nga historia, jam mësuar që ndjen ato mirë kur e ngren dhe krijon një gënjeshtër. Dhe ndonjëherë kur krijon këtë lloj gënjeshtre, që ose këto janë pronat e mia, ose se këtë e ka bërë gruaja ime, domethënë këtë e kam bërë unë bashkë me gruan, se unë i thash gruas, unë i them, kupton? Ndërkohë që ai kot rri aty drejt zinxhirin ose bën ndonjë transport ku diun, se më kujtua një histori e njërës që ishte me furnitorët, se e përmenda dhe më parë, dhe arriti në të pikë që thoshte, unë ta bëra dyqanin ty, s'po them çfarë profesioni, pa jo ishte realisht talenti në atë profesion duket, edhe unë ta bëra, okay, kontributi ishte, pa i kaloi në ekstrem.
Dhe këto jetojnë në një lloj gënjeshtre, pastaj ndërtojnë në gënjeshtër edhe prapë dhe këto plasin keq, pra në çdo lloj rasti çdo gjë që është një gënjeshtër apo një fshehje apo një mosvendosje limitesh është të gjitha që plasin, dhe unë e përmend këtë dhe se kam përmendur kur të pjesë kujdes nga plasja, sepse mendoj që ka disa marrëdhënie që mund të rregullohen. Sidomos, unë jam një çik shumë pak komuniste do thëja tek pjesa e lekut, që mund të rregullohen. Në qoftë se ty të konvenon, nuk ka rëndësi, ka burra që do marrin më pak dhe do marrin më pak të rjetën. Sa aq mundsi kanë, ose aq i pëlqen të bëjnë atë gjën, e ka me shi dhe kaq është rregull asaj gjës. Më kupton, edhe shumë normale, këtë s'du ta kemi ne, edhe gratë. Pse s'u bëj biznesmen, pse s'u bë milioner, se edhe kjo gjëja është shumë e tmerrshme. Pra presioni i madh, që burr 20 vjeç ai u çua do bëhet milioner. Edhe kjo është shumë e madhe. Pra ne duhet kemi një njerëz që ka një motiv të çohet në mëngjes dhe që do të përmirësohet tek gjë kaq. Këtë të paktën të kërkojmë, ka një motiv dhe që ndan edhe njeh kontributin e vet si prind. Kjo është shumë e rëndësishme të njohësh kontributin tënd si prind dhe si bashkëjetues të një familje. Pra siç thash, 50-50 në divorc, 50-50 dhe gjatë martese. Kjo është e rëndësishme. Po sa ajo bën 3 milion, bravo i qoftë. Kështu i ka qellu fati, puna, talenti, dhe ai s'bën 600.000, 800.000, 1 milion. Kështu e ka dhe ai, nuk ka asnjë lloj problemi. Këtë duhet ta heqim, nëse shpesh kjo burria vlerësimi ka lidhje dhe me kontekstin e kohës ku jetojmë edhe këtë presionin e madh që kanë. Por këto gra nuk donin Louis Vuitton, kjo është e qartë këtu, nuk është çështja e Louis Vuittonëve, nuk është çështja e pushimeve. Këto gra duan që burri të bëj minimumin kontributit, se edhe të marr 1 milion edhe t'i çojë familja vet, edhe integriteti më në shtëpi është, edhe kur ka më pak lekë, ai fjalë e shive gruan si grua, mos e shif si burr shtëpia, domethënë si lekët. Shumë e rëndësishme edhe kjo, prandaj thash atë ka marrë të kërcesh në dritën e hënës ndonjëherë. Është kjo pjesa e romancës, se gratë kanë shumë nevojë për shumë gjëra që janë shumë më të rëndësishme se ajo. Donjëherë besoj që rrotulla e saj dhe këtyre historive është dhe karakteri, gjërat që bën. Kupton, janë ca gjëra të lezetshme që e bëjnë burrin burr. Po të thuash apo detyrën ke bër tash, si mund të eksitoj ky burr? Apo ai burri tjetër që ri prandaj probleme pastaj edhe intimitetit. Tash. Historia 3. Këtë histori e 3 nuk e la shkot në fund, sepse është një histori që ka filluar tani të lëvizin gjërat në jetën e saj, ka filluar që të thotë okay, boll, është 29 vjeç, punon 4 punë, mban edhe bashkëshortin, mban edhe familjen. Thot nuk dije më gruat, dije në bankomat. Nuk e di fare, thot. S'kam asnjë lloj ndjesie. Tash ka filluar të ndryshoj. Pak 29 vjeç je shumë e re për të kesh të ndjenja, je shumë e re për të mbajtur burrin. Po e them shkurt të pjesën e burrit, ai ishte pa letra, u njohën jashtë, pastaj u kthye detyruar të kthesh se ishte pa letra, kaloi një fazë të vështirë tusa të ambientoj sepse kishte kohë që punonte andej, dhe pastaj qelloi që kjo filloi të paguante çdo gjë, avokatë, gjithçka po paguan ajo për ku është në imigracion, nga vendi ku është. Denisa, pse kaq halle 29 vjeç më vajzë? Mban dhe bashkëshortin dhe familjen tënde. Pse ka shumë ngarkesë që tani? Pse u gjende në këtë pozitë? Kështu kanë ardhur situatat, normalisht jo me dëshirën time, kështu ishin situata që erdhan. Burrin domethënë e kthye në Shqipëri, normalisht jo me dëshirën e tij, u kthye dhe erdhën situatat e tilla, procedurat e letrave që nuk mund të vinte dot më kollaj këtu në Angli, dhe më pas vazhduan kështu si rrjedhoi. Domethënë kanë qenë situata komplet të ndryshme edhe me familjen time, edhe me burrin, edhe me familjen e tij, por që prap situata çuan aty që le të themi Denisa ishte për gjitha. Tani ti e njoh burrin atje ku jeton? Po. Në Angli, po. Në Angli. Këtu e kam njohur. E ke njohur atje dhe ai ishte pa letra atëre, po punonte? Po, punonte. Domethënë ishte çdo gjë në rregull. Kemi qenë edhe këtu pak në distancë, domethënë nuk jetonim në një qytet, ishim diku tek 2 orë larg, por që ishin okay. Domethënë kemi ndonjëherë 2 vite këtu së bashku.
2-3 vite gati, domethënë të lidhur dhe më pas ajo e kthye në Shqipëri, derisa ishte këtu në Angli ka qenë okay. Dhe me pjesën si thua të ekonomisë, unë isha edhe në pjesën e shkollës, domethënë që edhe në shkollë edhe punoja, ai punonte full time, ishte okay, ishte në rregull. Mua prapë si thua më rëndonte pak kjo pjesa e familjes, sado domethënë mund të them që kam qenë pak jam akoma çuni i shtëpisë edhe pse vajzë. Dhe normalisht jam detyruar që edhe nëse pas kushteve që kanë pasur prindërit e mi në Shqipëri t'i ndihmoja. Tani dua të kuptoj bashkëshortin. Këtë të familjes e kemi ne pak a shumë të gjithë në një moment, okay, se thua janë pensionistë, nuk munden edhe mund t'i ndihmosh. Tani bashkëshorti u kthye në Shqipëri. Pse ngeli pa lek këtu? Ju keni 2 vjet që jetoni në distancë. Kur u kthej në Shqipëri normalisht kishte lek të mbledhura, domethënë që kishte punuar këtej, si shumica e djemve shqiptarë mund të them që rregullojnë atë shtëpinë e prindërve një herë, prindërit nuk është se janë pensionistë, më them, por edhe janë dhe pak dembela, të them drejtën, me çka kanë vëre këto kohë të fundit, janë pak dhe normalisht presin nga djali, sepse është djali vetëm. Në ato lek ai rregulloi, ja bëri nga fillimi shtëpinë, ai bleu shtëpi? Po, se ishin dhe afër zonës të tërmetit atëherë dhe nuk përfituan gjë nga shteti, kështu që normalisht e rregulloi ky shtëpinë. Domethënë ishte goxha shtëpi private, po them me kopësht, me obor, me të gjitha, dhe normalisht kishte shpenzim, domethënë pjesa e shtëpisë, rindërtimi i shtëpisë. Dhe më pas me pjesën e mbetur, ai normalisht kishte mall për Shqipërinë, domethënë nga që kishte shumë kohë që nuk kishte shkuar dhe dëgjonte domethënë fjalët më të mira që okay, dhe aty mund të bëhet biznes, aty mund të bëhet punë, dhe normalisht ishte që të krijonte një biznes në Shqipëri. Dhe me atë pjesën e mbetur, hapi një biznes në Shqipëri, por me ortakun e gabuar, sepse biznesi doli me humbje dhe falimentoi, mund ta them, që në 6 muajt e parë, për shkak se ortaku që zgjodh ishte merre me bixhoz. Ngeli pa lek. Po, ngeli domethënë komplet pa lek. Dhe jo vetëm pa lek, por ishte domethënë atë fazë ai u fut komplet si në depresion. Këtë domethënë e kuptova pak më vonë, se isha diku që okay, tash e varja ndodhi, e le atë punën, ndodhi ç'a ndodhi, ndoshta lekët mund të merren më vonë, edhe pse jam shumë sigurt që lekët s'do merren asnjëherë. Domethënë nga personi, por që bëj diçka, domethënë filloi një punë të paktën për dal nga shtëpia, për të gjetur veten. Kur ja theti këtë? Sa kohë ndodhi ky depresioni? I the fillim që s'ka problem, gjërat e tilla ndodhin apo ja? Po, domethënë në fillim po, për pjesën e biznesit, po them, domethënë që okay, humbën lek në rregull, lekën do bëhen sërish. Po kur ja the pastaj ti që gje punë tjetër? Kur ja bëre të muhabet, sa kohë më vonë? Pas sa muajsh, domethënë mund të kenë qenë ndoshta diku te 2-3 muaj, por që le të themi që faza e depresionit mund të kenë zgjatur diku tek 1 vit e gjys. Domethënë që ai ishte pa punë dhe pa lëvizur burin më të vogël. Për çdo me thënë faza e depresionit për ty, ç'a nuk dilte ai, ç'a bënte? Se kemi një çik dhe unë dhe Jona pak shqetësim për këtë diagnozat e depresionit. Ç'a ishte? Zdilte fare, zbunde nga shtëpia, nuk donte punë. Po, komplet domethënë parazitimi gjallë. Dhe pak ajo egoja e djemve shqiptar që tani unë nuk do të bëj punë të rëndonta, se normalisht më njohin këtu ku jam, kam që në Angli edhe nuk mund të shkoj të punoj për shembull kamariera apo në ndërtim apo të bëjmë gjëra të tilla, se normalisht jam. Më fal, kjo është tipike për shumë burra që thashë lidhin statusin me karrierën. Atëherë, dhe ti e ke paguar për gjithçka, ke paguar për procedurat e letrave, madje thua që dhe festën e fejesës e kam paguar unë. Pasi ja kthyer në Shqipëri, domethënë ishte akoma në këtë procesin e biznesit, domethënë që ai po e linte. Edhe normalisht që okay, investimi u bën në fillim, por edhe pas muajt në vazhdim nuk është se kishte fitim, sepse ortaku po i harxhonte, kështu që dhe në muajt në vazhdim ai nuk është se kishte para në xhep. Ai është kthyer diku nga janar-shkurti në Shqipëri, fejesa është bërë në gusht. Domethënë deri në gusht ai nuk kishte para. Domethënë fejesa tamam që okay, të prezantoni familjet me njëri tjetrin, më se ai më përpara nuk është se kishte mundësi të vinte në Shqipëri, ishte pa letra. Dhe aty kishte mundësi për të njohur tamam familjet me njëri tjetrin dhe të bënim fejesën. Dhe ishim okay që të kush lokal, si do e bëjmë, jo dekori, e gjitham se tash, normalisht kur e pash që nuk kishte buxhet, as nga familja e tij dhe as nga familja ime,
Normalisht ishte e detyruar, domethënë normalisht ishte për shefin tim, as diskutohet, por që duhet i paguaja unë, domethënë të gjitha, me drekën, me dekorin, me çdo gjë që u bë aty. Ishte pak a shumë dhe gëzimi i parë si në familjen time, si në familjen e tij. Dhe kjo më zhgënjeu se thash drejtë të haj, është fiksimi i parë në të dyja familjet, edhe nusja duhet i paguaj të gjitha. Domethënë prap asnjë familje nuk pas ka kursyer për fëmijët. O Denisa, disi më duket kjo pjesa më fal e fejesës, më duket si iniciativa e burrit tënd me atë partnerin bigjosçi. Sorry që ta them kështu, po nuk kishe ti në momentin që ti po paguaj gjithçka se doje të bëje fejesë dhe këmbgulje, mos mendon që ndoshta po kërkoje diçka që sishte të ndërtoje diçka që s'ekzistonte, apo pra nuk e ndjeje ti nga mënyra se si burri u fut në biznes, se si ti po paguaje për shumë gjëra, se si ai po e menaxhonte pjesën mbas, nuk e ndjeje që ndoshta po futeshe në një marrëdhënie që mund të bëhet problematike, apo ishe komplet? Nuk dua që ta ndërthur ose ta komplikoj dashurinë me paran. Domethënë dashuria është dashuri, paraja është para. Unë normalisht atë kisha parë 3 vite që ishim të lidhur, se çfarë njeriu ishte dhe se sa punonte. Domethënë dhe se çfarë potenciali kishte. Thjesht kjo ishte një fazë tjetër që unë po e njihja. Dhe normalisht nuk mund ti them atij që shiko, ti ke rënë tani në këtë fazë, domethënë psove një zhgënjim të madh, psove një humbje të madhe dhe tani unë ti po të lë dhe po shtyp fejesën dhe do bëjmë çdo gjë më vonë etj, sepse pastaj bie që unë nuk po e mbështes. Domethënë nuk mund ta bëja dot të gjë, sepse normalisht dashuria mes të dyve është. Po ti ke 2 vjet që e mbështet ti, vazhdon që e mbështet ti për çdo gjë. Po këto 2 vjet ai nuk po bën asnjë përpjekje apo ka bërë përpjekje? Ka bërë përpjekje, po jo ai sa duhej ndoshta, ose ai sa dua unë që ai të bëj. Ai në Angli nuk the dot. Jemi në procedura akoma, domethënë avokatin që kemi marrë, domethënë është në Angli, normalisht avokatët në Angli janë shumë të shtrenjtë për që do i paguaj Denisa, ato as diskutohet. Në kanë dhënë shpresë që po mund të bëhet me bashkim familjar, edhe do zgjidhet brenda këtij viti. Dhe kjo shpresë të mban që ai do kthehet prapë në punë. Po, dhe atë gjithashtu. Gjatë kësaj kohe, si thua, për këto 2 vite që ai është aty në Shqipëri, ka qenë dhe kjo pjesa e shpresës nga avokati se prit se do zgjidhet, domethënë duhet të marrin këtë përgjigje nga ambasada, duhet të marrin këtë përgjigje nga kjo agjësi ose nga kjo byro tjetër etj, dhe domethënë tani vjen përgjigja dhe kjo situatë se që ka mbajtur pezull, edhe tërkohësisht ai justifikimi, mund ta them unë që pse të filloj kjo punë kur ndoshta pas një muaji unë mund të vi aty prap. Domethënë mund të largohem, edhe një muaj dhe tani ka kaluar 2 vite. Ti shkove dhe tek në terapi? Po. Pse shkove në terapi? Sepse e humba komplet atë të qenurit femër, domethënë të qenurit vajzë apo grua, nuk po ndihesha ma as vajzë, as grua, as një gjë. Edhe kur takoheshim, kisha një si tip mlefi, mund të them, të akumuluar, që thosha tani drejt të jam vajzë, domethënë përpos familjes time, se atë kam dashur, po them thonjë sa dhe po e marrën kurriz, po domethënë tani edhe ty, normalisht nuk kisha atë guximin t'ja thosha në sy, sepse dija që po t'ja thosha apo ta hapja barkun, si thua shpreha, të flisja atë çfarë, të shpërtheja me atë, dija që jo do ta lëndoja, apo ndoshta do e vrisja me fjalë. Dhe mund të bëj që ne mos ishim më fare bashkë, domethënë sepse mund ta lëndoja vërtet shumë me gjithë atë mlefin. Edhe nuk doja që t'ja shprehja atij kaq rënd, dhe normalisht e fillova me psikologa. Paktën të filloj të vendosja prioritet veten time, sepse kisha harruar komplet. Domethënë kisha harruar që isha vajzë. Domethënë unë duke filluar që bëja 4 punë, realisht 4 punë, nuk kisha 1 orë të ditës të lirë, domethënë kujdesi ndaj vetes time, ka qenë vetëm një 10 minuta dush, më të them, për natë ose një herë në 2 ditë. Domethënë ai ishte kujdesi im për veten.
sepse çdo gjë tjetër ishte vetëm punë, vetëm të kursej para ose të merrem me hallet e Shqipërisë. Përpos halleve këtej jashtë shtetit. Domethënë që janë ndoshta pak më të mëdha se në Shqipëri, se do merresh me letrat, me punërat, me njerëz të ndryshëm etj me radhë. Kisha nevojë për një psikolog, se normalisht më vinin mendime lloj-lloj, ndjesha e pavlerë, ndjesha më vinin shumë mendime të këqija për veten në mendje. Patë ndonjë ndryshim në sjellje? Çfarë ndodhi me ty pra pasi u vedisove për këtë pjesë që po bëje shumë, humbe pjesën e femrës, pra ato që po thoj pak më herët, çfarë fillove të bëje ndryshe dhe si e pritën këtë ndryshim familjarët edhe partneri? Nga gjithë kjo ngarkesa e madhe, normalisht për shembull sa herë që shkoja në Shqipëri që të rria me bashortin, kisha një shpërfytyrim, po them, do të rria e acaruar me dhimbje koke që gjithkohë si e kam pasur, por dhe në intimitet mund të them ishte shumë i ulët. Domethënë po them marrëdhënie seksuale ishin shumë të ulta, duke shtuar edhe faktin që në distancë, domethënë dhe sa herë që takoheshim nuk kisha një lloj ftohje shumë të madhe. Domethënë dhe jo për shkak se nuk e doja ose që nuk e dua, por trupi im si tua reagonte në këtë lloj forme, nuk kisha energji, nuk kisha fuqi ose edhe për të folur. Ndërsa me familjen time, ndryshim të sjelljeve thjesht kthimi i përgjigjeve në mënyrë agresive, më të them. Po fakti që partneri ndryshoi jeta e tij, unë e kuptoj që ka kaluar një shtet tjetër, pra nga vendi ku i punonte, jetonte për një kohë të gjatë, u rikthye në vendin origjinës, por edhe vetë përballja ndonjëherë na bën që të përjetojmë disa emocione, humbja në biznes, edhe gjitha këto me radhë që ti ke mirë kuptuar dhe për këtë unë me sa e kuptoj e vendosur në rolin e shpëtimtares për të ndihmosh për këtë periudhë sa është e nevojshme. Po në sytë e tua ndryshoi imazhi i tij si burr për të ndikoj kjo? Po, absolutisht, domethënë ka pas raste që ja thosha me shaka në mënyrë të moderuar për mos ta lënduar që më e bër si princesh, që unë jetoj në Angli po të mis lek. Domethënë, prandaj thashë kisha atë lloj mlethi, se thosha jam gruaja dhe po bëhem burr, ndërkohë që ti je burr dhe po sillesh si princesh, por mos ta thënë si grua. Domethënë po më bër si princesh. Si e priste këtë epitet partnerit? Jo mirë, le të themi, mërzitej edhe justifikonte po çfarë të bëj unë tashi, më thon varet, ose justifikonte ose acarohej dhe pastaj mbyllte telefonin. Ose mund të flisnim ndoshta pas 2 ditës, mbahej inati 2 ditë. Tani ti the që bëre terapi dhe ke filluar të merresh me veten, diçka ke marrë nga terapia që kujdesesh për veten se nuk dihesh e femër. Po nga kjo terapia apo këto kohë, çfarë ke mësuar një gjë të re për të? Çfarë ke mësuar një gjë që ndoshta të ka vënë pikpyetje? Të paktën çfarë po dëgjoj nga rrëfimi yt, duke hequr pjesën e naivitetit, që dhe ajo nuk është shumë e mençur që të futesh në atë lloj biznesi, po hajt më. E heqim atë pjesën e naivitetit në biznes pa letra dhe pak shumë atë lloj besimi, këto vitet e fundit nuk bëhet më. E bëri. Por fakti që ai gjen justifikime, jo s'punoj do të shu, jo s'ashtu, jo bëj këtë, jo bëj të, pra ju përshtat dhe një lloj shumë shpejt dhe mentalitetit të këtij vendi, gjë që në Angli nuk ndodh. Atje nuk ka turpe për të punuar. Dhe po mendoja, ti tani nga dashuria, sepse kjo lidhje të çojë në terapi. Kjo ti thua nuk kam frymë të ku marr do të frymë sepse jam gjithkohës në punë. Tek bashkëshorti vazhdon e sheh njësoj siç e ke parë? Jo, absolutisht e shikoj ndryshe. Por që duke qenë që është një periudhë kohe 2 vjeçare, kanë kaluar faza të ndryshme edhe nga unë. Për shembull, në fillim nuk është se ai po nuk është po më kushtonte shumë si mua, domethënë që okay, se sa po lodhe Denisa. Domethënë sa po punon Denisa apo se çfarë po bën Denisa, o të paktën nuk më shfaqte, domethënë të paktën një tip mirënjohje, mund ta them. Dhe kjo më ajo ishte që më vriste akoma më shumë. Derisa në momentin që unë jam bërë shumë keq nga shteti, sa jam shtruar në spital. Më kanë të fikët në punë dhe të gjitha ishin komplet nga pjesa e stresit dhe ngarkesës. Domethënë deri aty sa okay, ai ndoshta i thiri trurit, i thiri mendjes që prej dale se Denisa po vuan, po bën diçka ose ndoshta mund ta
Ken vende të tjerët në pa ati, që them që shiko se çfarë po bën Denisa, domethënë për ty dhe për gjithë situatën, ose ndoshta i kanë ardhur dhe ati trut pak më vonë pasi doli nga ajo faza e tij depresive apo i quaj. Dhe domethënë më ka kushtuar më shumë prioritet dhe i thirrri trurit aty. O zemra, shiko, janë shumë burra, s'po them emra fare, po ndodhin shumë burra, kur vdes gruaja bëjnë fjalime të bukura i qajnë, dalin dhe intervista e gjitha, gruaja ime s'ka si gruaja ime, nuk e marrin veten. Edhe ka burra, sidomos prandaj thonë që është më mirë të vdes burri se gruaja para. E i qajnë gruan shumë. Edhe qajnë me vërtet, dhe e besojnë atë, e besojnë sepse nuk rrin dot pa atë. Por gjatë gjithë viteve është histori shumë e njohur, pra duhet të vdes gruaja që të kujtohesh për gruan. Dhe kur dëgjon burra që flasin me atë virin kur i vdesin gratë, shumë gra qeshin dhe thonë, po, kur të vdesun do ma dish mua, kemi dhe si shprehje neve. Pra kur të vdes do ma dish dhe ai duhet të smuresh e tirën, të çojë alarm në univers që ai të kuptonte. Po këto janë disa shenja që duhet i konsiderosh. Dhe nuk duhet i konsiderosh vetëm si sillet ai, por edhe ti me veten tënde, sepse si rasti yt ishin dhe historitë, sidomos historia e dytë, që unë besoj që ti në familjen tënde ke qenë kështu, kalamaj fort, fëmijë fort, që i bëje gjërat, i mbaje përgjegjësi apo jo? Po, burnesh. Po, burnesh. Tamam, kështu të ka thënë dhe babi, të kanë njohur këtë virtyt burneshe që të vogël. Po burneshat nuk janë burra, janë gra, të forta, janë femra. Kështu që duhet ja njohim të. Burneshat nuk janë përveç atyre të vigjërave 5, asa kanë ngel tash 1, kryesisht të tjerat janë gra. Dhe ne harrojmë, dhe kjo fjala burnesh doshta sepse harrojnë edhe gratë të duken si femra, apo të qajnë hallet, të ëmbëlsohen këto lloj burneshash, të ëmbëlsohen, të ndajnë gjërat, se të njëjtën histori kishim dhe pak më parë, pak a shumë si ty. Dhe është e tmerrshme që ne duhet të jemi në spital, apo të vdesim që të kujtohen. Dhe jo, unë nuk e kam atë, e kam me ty më shumë, që du ta çosh veten në këtë pikë, dhe ta thuash dhe këtë fjali, se ti je më e zgjuar se kaq. Që ta thua që ato kohë ndryshoi pak, pastaj nuk ndryshoi. Pra është e vështirë. Apo është e tmerrshme që ne si pikërisht si ty ishte dhe historia tjetër kur tha unë presi falenderim, që të presim një falenderim, kur falenderimi në fakt është diçka, një akt që bëhet çdo ditë. Një lloj falenderimi, pa thënë faleminderit, gjëra që bëhen. Por kur e ndjen që ti po merr gjithë peshën dhe ti je shtrëmbruar nga pesha që mban, padyshim që e do fjalën të thot faleminderit. Që syn në punë, faleminderit është çdo ditë. Prandaj ta bëra atë pyetje, çfarë ka ndryshuar, apo shef diçka, apo ke kuptuar diçka për atë, se je futur në një marrëdhënie dashurie, pastaj e justifikove për letra dhe u ndjeve kishe një keqardhje sepse s'bëri letrat, e kupton që mund të jetë biznesi i parë problem, dhe kështu shtohet, si shtohen gënjeshtrat, ashtu shtohen dhe justifikimet për të gënjur veten. Ndonjëherë, apo jo Jona? Mbron veten edhe sepse je e fortë dhe mban. Ndërkohë ti je me 4 punë dhe s'po merr dot frym. 29 vjeç. Ti bën mirë që punon, por puno për vete dhe pse duhet të mbash këta njerëz përdall. Normalisht unë kam thënë si thua edhe kur isha në terapi edhe vetes, jo me zë, por që vetes e kam thënë që në momentin që ai do vi këtej, do jetë domethënë ai ndoshta shansi i fundit, në thonjza që do e jap dhe do e shikoj vërtet për Itale, si është, si qysh tek sa bën për familjen, sa bën për mua, dhe sa punon në fundit, se normalisht ekonomia është pjesë goxha e rëndësishme e jetës. Domethënë sa punon dhe sa është javë për ta mbajtur familjen që duam të krijojmë. Edhe pse thellë e di që është, sepse e njoh. Ose do shta është dhe thjesht justifikimi vetes se unë jap, domethënë që është thjesht një fazë sa të kaloj edhe të vi këtej. Nuk e di, këtë do ta shikoj. Të kuptoj shumë mirë. Thellë e di, po shumë mirë. Edhe i thellë e dinte që ai shoku ishte i mirë, edhe ngeli pa lek. Dhe ti thellë e dije që kupton, ti e bëre fejesën sepse doje të bëje fejesën, sepse doje të kisha atë gjën patjetër, edhe pse thellë e dije që nuk ishte tamam situata ashtu dhe pse do ta bëni fejesën gjithsesi kur s'kishit lek, do t'i thoje s'kemi lek, dakord, as unë s'kam, nuk do e bëjmë. Shtim lek. Pra thellë ti po ndërton një gjë në kokën tënde. Vetëm ki kujdes nga kjo, se janë 2 gjëra që Jona i kam vënë re shumë te gocat e forta që i mbajnë. E para është fakti që ato nuk kanë frikë thellë se ç'ando, sepse e din që do t'ja dalin vet, do ja dalin në fund të ditës.
frika e vetes, nuk ekziston. Do shkoj në spital, do të çoj nga spitali, kjo, as fizike, as gjë. Por ndonjëherë sikur ndërtojnë ca kalane rërë, ca gjëra, ca ëndra, domethënë sepse kanë këtë fuqi ta bëjnë dhe papritur fusin pa dashi viktimat e tyre. Më fal që po e them kështu, I referohem dhe vetes dhe kujdo. Janë këto viktimat, këto ke parasysh si ishulli liliputëve, këta që I marrin dhe duan të I formatojnë aty, siç është ajo fejesa, ajo familja, sepse duan të shohin atë që ata duan të shohin. Ndërkohë që është shumë e dukshme që ka gjëra të tjera aty që s'janë, por jo të shohin atë të ishulli liliputëve, ti rregullojnë vetë ashtu siç janë, dhe po të shohësh historitë, po rregullon jetën rreth burrit ashtu siç është. Këto po të ndahen nesër nuk I duhet fare. Këto I kanë bërë gjitha vet. Këto lloj grash po të ndahen nesër vazhdojnë njësoj. As si gjë. Pra, kjo e fundë fantazinë e vet, me dashurinë që si ka qenë, ndërkohë që du ta shohësh ç'a bën sot, nuk ka të rregullohet. Ore çfarë bën ai çdo ditë për të përpjekur? Më beso se do ta hash, ç'a bën çdo ditë? Si njerëzit duken në vështirësinë e parë që dalin, domethënë çfarë bëjnë ata për ta ndryshuar të situatë, apo bien në viktimizim. Dhe pastaj të marrin dhe ty energjinë tënde, dy fish nga ajo që mund të bënin vetë dhe gjëja të përgjysmoj. Kështu që e kuptoj shumë mirë dinamikën që sollte dhe se si e ndërton shumë e bukur në mënyrë simbolike. Denisa mendoj se një vedije e ka fituar, përderisa ka kërkuar ndihmë, mendoj se e ka bërë këtë llogaritje pak me veten që gjërat nuk janë rregull. Dhe ka shkuar të thellohet më shumë tek çfarë po ndodh. Ajo që më shqetëson edhe mua në këtë pikë është shpresa që ajo ngre, që ajo mund të ndryshojë. Po pra kjo dhe nuk e shikon realitetin edhe në këtë vështirësi që doli. Pse nuk I kalon pak përgjegjësi partnerit në rregullimin e gjendjes, edhe tani që situata është kështu, por vazhdon ta bëj vetë. Edhe pse vidia aktivizohet. Në fakt, domethënë unë tani ja kam dhënë përgjegjësinë. Në dhjetor unë kam lënë punën time kryesore që më mbante, situar sepse nuk mundesha dot më. Duke qenë që vitin e kaluar ndodhi kjo pjesa me spitalin, dhe them që edhe unë nisira trurit dhe isha dikush që okay, tani stop me vërtet. Domethënë nuk kam më le të flasin, sepse jam dhe di shumë mirë që jam tip people pleaser. Domethënë personi që se dikush do më kërkoj diçka, e kam aq të vështirë të them jo, domethënë jam dikush që po pse më pyet se tani unë dhe të dua të them jo, nuk e them dot. Domethënë e kam këtë lloj tipi. Jam munduar ta heq, po mundohem dhe po punoj akoma me veten për ta hequr këtë gjë. Dhe domethënë ja thash vetes stop këto, duke parë se grushtet me ilaçe që unë merja mëngjes për mëngjes, thosha zyshja ime nuk merr kaq ilaçe sa marron, jam 29 vjeçë drejt ta haj. Dhe lash punën kryesore, që nuk më jepte në fakt as filloi kënaqësi e puna, e bëja komplet me detyrim vetëm për pjesën e parave. Dhe I thash personit normalisht e familjes time që shiko, unë lash punën, ju e pa se çfarë ndodhi, tani dilin qik vetë. Të më thënë, Denisa në nuk është më. Le të themi që ka ndryshuar. Të më thënë, bashorti ka filluar punë, për shumë unë isha para ca kohësh në Shqipëri, dhe unë danë, do të thënë pjesa e ekonomisë unë da. Nuk është se isha të kosun që përpagoja, do më thënë isha I thash bashorti që shiko, unë po vinë në Shqipëri dhe unë kam këtë X budget. Dhe ti e di shumë mirë që ky X budget nuk na del në Shqipëri. Kështu që gjej çfarë të bësh. Dije, unë nuk e bëja këtë gjë, thosha shiko s'ka gjë se do punoj unë, do kursej, do heq këtë, do e bëj unë, dhe sjell unë. Kësaj radhe e vendosa dhe thash prit, stop. Si reagoi ai? Ti çfarë do bësh? Filloi punë. Okej. Filloi punë. Filloi punë dhe tha jo, absolutisht kaq, domethënë jo mos e vrit mendjen, do I gjejmë, do I rregullojmë, edhe me aq ose kam filan punë, kam këtë gjë, më ka thënë filani për punë etj, do ta rregullojmë. Atëherë që të kuptojmë, historia jote është një histori e shkuar. Pra ti e ndjen që gjërat po ndryshojnë. Se kryesisht edhe kur telefonojnë neve, se kemi si zyrë po flasun tash si zyra telefon. Pra pse keni ardhur më zonjë? Pra kur telefonojnë tek ne, kryesisht janë në uskryq. Ti e ndjen veten në uskryq apo e ndjen që gjërat po zgjidhen. Mos ta dëgjon neve që flasim, unë them për kalat e rërës. Duke qenë se ai direkt ka marrë direktiva dhe se kishte edhe histori që nuk merrin fare asnjë lloj direktive. E mori direktivën pasi shkoi gruaja në varr. Tashi, okay, po e mori. Kjo që sapo thek, si passive aggressive, që sapo thek. Kjo passive aggressive domethënë o çonë ti nuk e beson që ai do marr direktiva do jetë përkohshme, se është passive aggressive kjo, që ke një lloj dyshimi. Dhe ade ta mbyllim tash këtë histori se s'ka për të bërë hajër.
ose duhet mendosh që okay, ndoshta ju desh pa kohë, po shiko e di çfarë, ai po përpiqet, sepse është përpjekur përpara, pati këtë problem dhe po përpiqet. Kështu që këtu do të jesh ti në mes të ndash mendjen. Por më e rëndësishme se kjo jona është të ndaj mendjen me vetë në vetë. Se është shumë konfuze në gjë. Se është kjo ndjesia për ta mbrojtur, se kur mbron atë, mbron edhe veten tënde, apo jo, delesh ti mirë. Edhe mbron, edhe pastaj kur mbroj dashurinë, themi, është ajo dashuri që më bën që ta mbroj, absolutisht është dashuria që më bën ta justifikoj edhe kur bën gabime, ose edhe kur ka bërë gabime që përpara kam thënë që shiko mos këtu, shiko këtë. Normalisht shikojmë gjërat kur jemi të jashtëm, shikojmë pak më ftohtë. Edhe në biznes atëherë kam pasur kujdes. Për çfarë dashuron? Çfarë të tërheq shumë? Përveç syve këto buzëqeshjes. Është energjia, jo, komplet, është komplet energjia. Domethënë, them drejtën që në momentin që ne jemi parë, e kam ditur që this is the one. Domethënë ishte një energji, për shembull dhe atëherë kur kemi qenë të lidhur së bashku, kemi pasur diskutime sherrë nga më të mëdha që unë kur i them sot them si drejshën e kam falur këtë gjë ose si drejshën e kam kaluar, por në momentin kur thoshe që jo këtu do ndahem stop, domethënë dhe do bësh ato takimet se thash në një distancë të shkurtër që ishin të planifikuara, thoshe do vi, do e takoj dhe do ndahemi, s'ka më shans. Dhe gjithmonë ka qenë një gjë brendshme, diçka që më fliste në kokë dhe më thoshte që jo, mos u nda. Nuk e di, një lloj energjie që domethënë më ka çuar tek ai dhe prandaj them nuk e lë dot, ose ndoshta imagjinat, nuk mund ta them. Denisa, se jemi dhe në fund të diskutimit, po unë duke qenë se jeton në Angli e di një shprehje amerikanët e përdorin, thot pin your parade, nuk dua të të urinoj në paradën tënde që sapo bëre, ose nuk dua të lag paragët me shi. Parada jote ajo që po tregon tash të energjisë është shumë e bukur për në gjimnaz dhe në universitet. Kjo energjia e çmendur, kjo që mbas çdo sherrri kemi këtë gjën tonë, mbas çdo sherrri është shumë e bukur. Edhe unë nuk jam shumë entuziaste për këto gjëra, dhe duhet të jenë në jetë, duhet të ekzistojë edhe kjo pjesa. Do apo s'do jona, do ekzistojë edhe kjo pjesa e çmendurisë. Por në një moment nuk të duhet më kjo. Ki parasysh se je në martesë dhe tash ti thua që edhe mund të kalosh në fazën e fëmijëve, nuk të duhet më ajo. Ajo lloj energjie diku të humbi ty kur shkove u ktheve në Shqipëri dhe as seks nuk bëre me bashkëshortin tënd. Mos harro dhe këto momente. Por nëse përsëritet, sepse kur jetoni bashkë është tjetër përgjegjësi. Mund edhe të ngrihet, unë gjithmonë jam pro provave deri sa të vendosësh ndarjen. Mund edhe të ashtu, por janë ca gjëra që quhen habits, patterns, që përsëriten her pas here. Për këto duhet kesh kujdes. Është shumë e rëndësishme në një martesë, si të përballesh me vështirësitë. Sa të njeh ty punën, kontributin tënd, sa merr përgjegjësi. Këto janë kyçet për te energjisë dhe asaj gjë të bukur që ne zihemi dhe puthemi në shi, e bëjmë seks mbi tavolinë që e kam thënë, shumë e bukur është ajo, pastaj nuk janë më këto. Janë këto elemente të karakterit. Domethënë sa burr është, sa dinjitet, sa integritet ka për ta njohur familjen, kontributin në familje, përgjegjësitë, mbajtjen e kalamajve, njohjen tënde, trajtimin tënd si grua si femër. Kështu që këto shisi gjëra në vazhdim. Bardhënjet shumë herë të dëmtuara i mban pikërisht kjo e qeshura dhe energjia e bukur, apo ndonjë seks i lezetshëm, apo nuk e di, udhëtimet që bëjmë bashkë i zgjat, por në fund ka plag. Unë them atë që nëse Denisa në këtë rast do një mirë veten, se disa gjëra ka kuptuar çfarë nuk shkojnë, do të di edhe çfarë kërkoj shumë nga partneri i saj. Dhe t'i vendos ato limitet ndryshe, vetëm dëgjova një moment që se si fliste partnerit, unë kapa një moment se normalisht komunikimi ka nuancat e veta gjatë gjithë ditës dhe viteve, por ajo tha mos e bëj kështu, pse e bën ashtu. Ndoshta edhe kjo kritika e zvoglon shumë partnerin edhe mundet edhe ai të ndihet. Do prandaj pyeta, kur ja bëje këtë pyetje ti? Kujtohet që i thash sepse sa kaloi një traumë, gjej punë tjetër, bë këtë, kupton? Dhe kjo është një komunikim që e bën fëmijë pak, edhe pastaj të bëhet fëmia yt edhe ti thua po pse është bërë. Do bësh fëmijë me një fëmijë, pastaj bëhen dy fëmijë, ki parasysh të. Unë të falenderoj shumë edhe përderisa ti ke marrë hapat e tua, ke shkuar në terapi, po kërkon të ndryshosh, ke vënë limite, lajmi mirë është që ke vënë limite. Lajmi shumë i mirë do jetë nëse ti t'jesh e qëndrueshme. Pra gjithçka është shumë e bukur për një film një orësh.
kur vë limite, por jeta është konsistenca, kështu që nëse ti e mban atë dhe i qëndron besnike vetes, duke njohur siç tha dhe Jona shumë bukur, duke njohur veten tënde dhe deri ku mund shkosh dhe çfarë të lëndon. Falenderoj shumë. Shumë faleminderit juve. Faleminderit. Dhe historia e Denisës e fundit është ajo histori ku ajo sapo tha pra këtë pjesën e energjisë që e dua shumë. Por një marrëdhënie nuk bëhet vetëm me dashuri, por ta mbyllur mbahet me përgjegjësi. Dhe kur kjo mungon, dikush do lodhet. Dhe e theksoj atë që thash dhe në fillim, kur filloni lodheni, paraprini një plasje një shpërthimi që kryesisht e jep grua nga format më të çuditshme dhe mund ta zgjidhni më herët, sidomos në këtë rast ka dhe situata që mund paraprihen. Dhe Dalina do të shta edhe diçka tjetër, duke qenë se dëgjova një video dhe më bëri të mendoj për realitetin ton. Aty thuaj se si kur futesh në dashuri, në një marrëdhënie dashurie, të mos e shikosh partnerin gjithmonë me një lloj optimizmi, që ne themi nismi nga fillimi, do t'i parë të bukura që personi ka, edhe fillon dhe ndërton atë në nivel imagjinatës si mund të shkojë. Dhe kur e bën lidhjen me realitetin ton, se si ne shikojmë partnerin, këto gratë paktën që folën sot, e shikoni me një nivel optimist. E thonin që partneri im ka këto cilësi pozitive, inteligjencën më të madhe se unë. Dhe duke menduar kështu, ne fillojmë i dhe japim rëndësi fantazisë, jo realitetit. Dhe është e rëndësishme ndoshta që të ballafaqohemi dhe të shikojmë në realitet se si këto persona janë, se si ballafaqohen me vështirësinë, dhe jo se si mendja joni percepton këto. Dhe thjesht më bëri të mendoj që ndoshta duhet ta heqim atë perden që ne vendosim edhe ta shikojmë personin përballë pa fantazi. Pra ta shohim me pesimizëm, siç bëjnë këto planet e biznesit në fillim. Mundemi ta shikojmë edhe me pesimizëm ndonjëherë. Ndihmon edhe partnerin, sepse ne ja marrim ne atë veprimin që ai mund ta bëjë dhe ndalojmë mos e zhvilloj si aftësi. Por nga ana tjetër ekziston një ndjenjë frike, sepse besoj që gruaja e di, kur e di. Nuk po flas për histori dashuri 15 vjeç, sa atëherë nuk di shumë gjëra, por në një moment ti e di që ka diçka, po prap do të rrish në zona e komfortit është imagjinata. Po, të qëndrosh për komfort në dashuri është edhe kjo një tjetër rrezik. Dhe ato fejese që do ta bësh ashtu siç do ti, sepse kështu ke dashur 10 vjeç. Po. Anyways, prej imagjinate dhe prasaj dasmës 50.000 euro, më shumë ndonjëherë synojmë ëndrrën e hirushes se sa shpesh marrëdhënie. Gjithsesi, kjo ishte për sot. Do rikthehemi javës tjetër me një temë që kërkohet gjithmonë, narcismit. Narcismit prapa. E kërkojnë paskar shumë, ose shumë që mendojnë që janë. Okej, pra natën. Andale!